Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Çdo javë prodhon lajme, çdo javë sjell përplasje, por vetëm disa ngjarje arrin në pikun ku nuk mund të anashkalohen. Kjo ishte thirrja ime për të nisur një program online e për të përfaqësuar çdo kënd në formën që i rri më mirë. Për këtë motiv, zgjodha ta titulloj Pik. Pik si maja e zhvillimeve, pik si kulmi i debatit, pik si momenti kur faktet nuk mund të fshihen më pas zhurmës, propagandës apo interesave. Nga hëna në tenjte, këtu do të ndalemi tek ngjarjet që po formosojnë Shqipërinë dhe hapësirën shqiptare. Do të analizojmë së bashku vendimet që ndikojnë jetën e qytetarëve. Do të përballemi me deklaratat, do të kërkojmë përgjegjësi dhe do të përpiqemi të kuptojmë se çfarë fshihet përtej titujve të ditës. Ky është vendi ku lajmi arrin në pikun e tij. Prandaj, mirë se erdhët në Pik. Në momentin kur revolucioni Flamingo po frymëzonte shumë kënd të dilte nga rehatia e shtëpisë e të zbulonte kënaqësinë më të madhe në bulevard, politika ishte në pikën më të keqe të saj, pasi për të parën herë në histori ishte e papranuar në radhët e atyre që kërkonin të ndërtonin një folet të re për veten në këtë vend. Tentuan shumë të afrohen e të krijojnë lidhje me element të saj në mënyrë që nëse nuk e bënin dot për vete, të zbulonin pikat e dobta për të asgjësuar atë. Në një prej momenteve të mbledhjes masive përpara godinës së kryeministrisë, një deputete heq dorë nga logo e Partisë Socialiste me cilën garoi në zgjedhje dhe fitoi duke u shpallur e pavarur. Shumë kush e dyshoi në fillim, duke menduar se ishte një lëvizje vet Ramës për të infiltruar në protestë pikërisht atë, por me ditët e qëndrimet e saj publike në rrjetet sociale, edhe protestuesit po e përdornin këtë si një fitore të tyren përballë mazhorancës. Sot, pavarësisht sharjeve e kërcënimeve të tërthorta nga mbështetës të PS me emër e të pa emër në rrjetet sociale, sot, kur ka kaluar më shumë se një muaj nga dita kur ajo u veçua nga tufa parlamentare, Mariana Koçeku qëndron e pa lëkundur në vendimin e saj, duke u bërë një ndër aktivistet më të zjarrta me qëndrimet që publikon. Po si erdhi deri këtu? Çfarë pa gjatë qëndrimit në parti dhe si planifikon të vazhdojë të ardhmen? Mariana Koçeku na e thot vetë teksa gjendet me mua në studio. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit shumë për ftesën. Mariana, kush jeni ju dhe si erdhët deri tek Neomalsoria, ajo që u bëri të njohur? Kur mbyesin se kush jam, pashmangshmërisht flas edhe për vendin Prekave, sepse besoj se komuniteti ku rritena dhe vendi ku marrim pjesë me aktivitetin e jetës tonë, pashmangshmërisht ndikon edhe në vetë identitetin dhe atë çka ne bëhena kur rritena dhe kur dalim në jetë. Unë vi prej Shkodrës, prej një zone malore dhe vitet e fundit të njofton për vlerat e soja natyrore edhe turistike, prej liçenit të Komanit, prej Dukazhinit, ku jam rrit edhe ku kam pas edhe një farë suksesi dhe njohje edhe si neomalsore, si që përmenet edhe jo. Nuk mendoj se ka një person që vjen nga ato vise që ka një sukses më të madh se ju, t'ju them të vërtetën, se jehona juaj ka shkuar përtej, aso kohe ishit e intervistuar madje edhe nga Financial Times apo jo? Mendoj që zona ka nxjerr personazhe shumë të njoftuna mrena dhe jashtë vendit, ndoshta në forma të ndryshme, por që nuk i ka munguar asnjëherë kapitali dhe potenciali njerëzor në gjitha fushat e mundshme dhe sektorët e shoqërisë tona dhe jo vetëm. Ka kënë pikërisht Financial Times ku arriti edhe kulmi, mund të themi, promovimit të punës time bashkë me familjen. Unë e nisa si një lëvizje ekologjike bashkë me komunitetin e zonës, ata pak njerëz që kanë mbet në atë lugin, dhe kjo ndodhi pikërisht mas kthimit tem pas një farë periudhe të shkurtë studime që pata në Itali. Dhe ka kënë në fakt edhe frymëzimi që unë të kthehesha më shumë se asgjë tjetër. Pikërisht ai vend ku jam rrit
një vend të cilin në fillimet e mia nuk e kam pas as shumë për zemër, për shkak edhe të vet imponimit që më ishte bë gjatë rritjes teme për anët negative të izolimit, por duke lexu duhet ta pranoj shumë shkrime të antropologëve të huaj që e kishin vizitu gjatë shekullit të fundit dhe duke pa shumë pikpamje të historianëve dhe intelektualëve të huaj për ato treva dhe tu e pa dhe me synin e të huajve që besoj na kanë edukuar shumë gjithë shqiptarëve se si me pa vendin ton, atëherë e romantizova pak më shumë dhe ky romantizim që ndodhi kryesisht kur isha larg vendit tem, më ndihmoi edhe frymëzoi më tej që ta përktheja në një vepër konkrete, siç ishte nga një lëvizje ekologjike, më andej edhe një sipërmarrje agroturistike të zhvillimit të qëndrueshëm, të turizmit të qëndrueshëm në atë zonë. Mirë po, Mariana, në mos gabohem, ju jeni më e reja e familjes, apo jo? Po. Dhe në traditën shqiptare, i vogla, kanë atë bekimin e madh që të jenë të përkëdhelurit gjatë gjithë kohës. Nuk ndodh zakonisht që i vogli të vijë dhe të marrë mbi supe promovimin e familjes në radhë pare, pastaj të një biznesi familjar. Ju, sikur se e thatë, studiuat përcakon në Itali, në Bologna, në Gjenova. Në Gjenova. Mund të rrinit atje, kishit aspirata për jashtë, jeni njëri i lexuar në fundit. Janë të pak njerëzit që e bëjnë sot. Pse pikërisht zgjodhët jetën e fshatit? Unë nga ato vite 2020 ndoshta, mbaj mend fotot e juaja që qarkullonin në rrjet dhe pyesja veten, çfarë shtyn një të ri me premisa, me shkollim, të zgjedh pikërisht këtë jetë? Ku qëndronte magjia? Nuk mund të them se jam kene përkthelu në familjes, pavarësisht se jam marrëja në moshë. Këtë edhe për shkak të rrethanave të vetë vendit ku jam rrit, të vetë jetës që kena kalu, që nuk ka një jetë e thjeshtë, dhe të isha e përktheluna nuk ishte as pak në favor as të vetë personit edhe as në vetë të familjes, por kam pas mbështetjen e pamohueshme të tyne. Unë jam rrit në një familje që ka punu në turizëm qysh në 2010-ën. Kjo për shkak se baba jem ka pas punu në hidrocentral, ka kenë kapiteni një varkë të vogël, një anije për termat e atij vendi, dhe ne na rrit gjithmonë me varka, me shumë njerëz që vinë te shtëpia jone, dhe për shkak se shtëpinë e kena pas në një zonë kufitare mes shatnave dhe buzëdrinit, që do thotë që çdo kalimtar për nanën tjetër detyrimisht nalte me bujt pakte një natë o për me hangër një vakt në shtëpinë tonë. Qysh me gjyshin tem, i cili është i pari që ka ndërtu shtëpinë tonë që kena dhe sot, ma ndej edhe me babën edhe me vëllezërit e mi. Pra fëminia jeme ka qenë gjithmonë në dri, në lugin, në male, në varka, edhe me shumë të huj prej tonë bote, që mu si fëmija so kohë me vite shumë që di se që ka bëjnë këta këto. Dhe më kanë ba, mund të them se më kanë ba me imaginu se qa ka për te i këtyne maleve, dhe më kanë ba edhe me andru si rrjedhojt. Unë folë për vendet e tyne, për ultimet që i banin në për tanë botën, edhe kanë miell mrena meje një dëshirë për me zbulu, një dëshirë më të madhe për lirin, më të madhe sa ajo që ndërtohet ose afrohet shpeshherë mrena komuniteteve kaq të izolume, dhe një dëshirë për me ditë më shumë se çka bëhet për këtij rrëthimi. Dhe mas studimeve, mas gjimnazit që kreva në Shkodër, gjimnazi jezuit në Shkodër, unë kam marrë në Tiranë për studime, shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, dhe gjatë studimeve në Tiranë më dha një mundësi dhe një bursë për me vazhdu një pjesë tjetër në Gjenova, në Itali. Kjo ishte një mundësi se them drejtën e kisha ndru për shumë kohë se si mund t'jetë jeta në perëndim, për me studiu, për mu rrit me student huj që vinë nga vende të ndryshme të botës, për me zbulu ato teatret e magjishme, biblioteka shumë të mëdha, mesjetare dhe të mëvonshme. Në këto vende të perëndimit që aq shumë na ishte promovu në vendin ton, po kishte kënë edhe si një farë modhe e ndalume. Edhe pse unë i përkas brezit postkomunist, jam li në vitin 2000 dhe ndoshta anrat janë më të vogta, më të zbeta krahasimisht me brezin para meje, por gjithsesi kanë vazhdu dhe janë jetësu edhe me brezin tem prej mënyrës se si janë arrit, por edhe në varësi edhe të zonave që të thash për shkak të izolimit dhe terrenit që kanë pas.
Rikthimi jem ndodhi pak I papritur edhe për mua dhe për familjen time. Unë kur desha më u kthy, nana më tha, po çka kena hek me të xhir prej këtu, që me dhanë mundësi që na nuk I kena pas kur, edhe ti do më ishte kthye. luks. Dhe ishte pak e çuditshme edhe për ta them drejtën, por ishte pikërisht kjo largësi dhe edukimi që kishin dhënë edhe të hujt me kanë vështrimin e tyre, shkrimet, largësia ban edhe të vetën, ban me ngjyros, I thije me me ngjyra më pozitive dhe më të ndriçueshme vendin tënd dhe njerëzit e tu, dhe kuptova që mund të jetë një moment kthese, që atë emnin që Shqipnia ka në arenën ndërkombëtare, jo dhe aq të mirë aso kohë, mund të jetë primen momenti jon për me përkthy dhe me I dhanë vlerë për atë çka me të vërtet jena. Po bota ose nuk na ka njoft hak, ose na ka njoft jo mirë, gjysë mirë më Sikurse kemi dashur në shumicën e rasteve. Kështu më pëlqen ta perifrazoj ato që ne kemi lënë atyre të kuptohet, por sot çdo gjë është ndryshe. Dhe sot ti e kthyer ke njohur të gjitha mundësitë që të jep Shqipëria gati. Ka pasur ndonjë moment, Mariana, që jeni penduar pse u kthyet në Shqipëri? Pavarësisht sfidave që kam kalu, si tek nisma jeme, tek bujtina, ku sfidat janë kanë të pafundme me mungesën e rrugës, me mungesën shpeshhertujit, mungesën për shumë gjatë energjisë elektrike, pra shumë gjana, shumica gjanave duhet të baheshin manualisht. Unë nuk jam penu asë dhe njëherë që jam kthy në Shqipni. Nuk e kam konsideru as pak sikur po ja jap unë një mundësi venit tëm, po sigur është venit u ma dhanë mu mundësin, sepse është diçka shumë ma madhe se sa vetë qenja jeme. E kam vlerësu çdo moment atë që na ka falë Zoti në mënyrë të pa limitume, dhe kam besu gjithmonë që është në dorën tonë që me këto gjona kaq të bukura që na janë dhanë mundën edhe na me bë vetë gjona të bukura, bo me përdor pak më shumë shpirtnoren dhe po kanë nevoja aq e madhe me u mbyt në materialen. Kështu e kam pa gjithmonë dhe kështu e shoh një koncept mirë të turizmit që ndryshëm dhe afatgjat vendit tonë. Unë besoj se Shqipnia, pavarësisht se është një vend I vogël, me diversitetin shumë të madh që ka, të komuniteteve, të kulturës, të natyrës, ka potencialin e pakufishëm për me zhvillu një turizëm shumë të bukur, një turizëm identitar, një zhvillim të qëndrueshëm, që do të thotë me respektu parimin e solidaritetit me brezat e ardhshëm, me punu dhe me udhëheq me ndërgjegjen e të ardhmes, jo vetëm asaj të sotmes, asaj të kufizumes në kohë dhe asaj që kufizohet te materialja dhe tek rritja ekonomike. Nuk është vetëm kjo mirëqenie. Duhet një raport më I fortë dhe më I ekuilibruar me natyrën edhe me mjedisin, se besoj tek raporti që kena me mjedisin përfshihet pashmangshmërisht edhe raporti që kena me njëri tjetrin. Shumë interesant ky këndvështrim, sepse sot ne po e kuptojmë ndryshe. Ne e duam mjedisin për të ndërtuar një vilë në të, për të ndërtuar disa vila apo ndërtesa shumë katëshe, për ta kthyer në një qytet të ri, për t'ia marrë frymën, duke provuar shumë mirë që qytetet po lihen në harres, sepse Shqipëria nuk është Tirana e Durrësi, por është shumë përtej, është në ato zona ku ende sot e kësaj dite, sikurse ju e thoni, mungon uji, mungojnë dritat dhe kjo na kthen neve shumë pas. Keni pasur vëmendje në momentin që u kthyet. Unë e përmenda Financial Times, por edhe shumë revista të tjera botërore erdhën dhe ju pan si rast frymëzues. Ndër shqiptarët, a patët përkrahje? A keni pasur ju kontakt qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale? Cili ishte reagimi I tyre kur lexonin një varg ndoshta, nuk do thoja që lexonin të gjithë intervistën tuaj? Ma është dash me punu 2 vjet shumë intensivisht për ma arrit këtë vëmendje që t'jem e sinqert kur nuk e kam prit, dhe kur më kanë thënë që do vinin, kam thënë pa ata qa lypin këtë vend, për qa do të vinë ata këto. Dhe si duket edhe medjave të huaja, po dhe shqiptarve, u ka bërë shumë përshtypje mosha jeme, kanonit vajzë, kanonit e re, por edhe historia jeme që mas studimeve jam kthy në një vend kaq të izoluar, siç është ky cep I Shqipnisë e përme I Dukagjinit. Kam pasur mbështetje të pamas prej shqiptarëve mrena Shqipnisë edhe diasporës, dhe të them drejtën, në mes të mbështetjes që kam pas prej të hujve, prej vizitorëve e kreta, për mua më frymëzuese ka qenë mbështetja e shqiptarëve, sepse për mua ka qenë shumë e rëndësishme që mjedhin një farë në kthimin e ndërgjegjës dhe të vetdijes
së asaj që kena tentu gjithmonë me ikë. Pra vendit tonë edhe në këtë rast edhe vetë fshatit. Shqipnia në shumicën e saj ka qenë një zonë rurale, një zonë me zona fshati fushor dhe fshatna shëmalor. Dhe popullsia edhe në sistemin e ma përparshëm në shumicën e saj ka jetu e shpërndar në këto zona. Zhvillimi nuk do të thot me do mos qytet, edhe bota po e kupton këtë gjë shumë mirë dhe po tenton në tëna format e saj me ju kthy dhe një herë natyrës, mjedisit, fshatit, jetës ngadalë, slow living dhe gjitha formave që ata i rikthen tek vetja dhe tek identiteti i tyne. Ne nuk jena akoma gati me shku në këtë fazë, se ndoshta akoma nuk e kena konsumu jetën urbane ashtu siç duhet. Besoj jena akoma pak të mangët në këtë stad për shkak të mungesës së shumë faciliteteve që kanë ardhur si rrjedhoje e shtetit dhe qeverisjeve në kohë ndër dekada në vendin tonë. Por është shumë e nevojshme që të mos jetë shumë vonë dita kur ta kuptojmë. Pra të kena prap ala prej kësaj Shqipënie që kena dhe sot, e cila nuk është edhe aq shumë falnesh sa është prej të parëve tonë dhe prej natyrës. Ajo çka është në dorën tonë, mos së paku është me rujt siç është, mos me e prish. Kjo do ishte ndera më e madhe që mund t'i bëjmë. Mbështetja ka qenë e pakufizume, edhe me vizitor, kuptohet zona edhe për shkak të vetë formës edhe llojit të turizmit që ofron, shumica vizitorëve janë të huaj, sa ata kanë një mungesë shumë të madhe për llojin e jetesës. Për shumë shqiptar ndoshta nuk zgjon shumë kujtime të bukura, se na kena vujt prej kësaj varfënisë materiale që në perëndim është një farë jetë boheme, mund të them, një farë romantizimi dhe zgjon një farë ngjyrimi tjetër emocional dhe shijimin. Ndërkohë ne në Shqipëni ala na zgjon kujtime dhimbje, dhe unë e kuptoj shumë mirë se nuk na lën me harru historia dhe nëse do na vetne. Pra na duhet ala kohë, por besoj se na duhet shumë reflektim. Nuk e mbështes as pak ndjenjat inferiore dhe as indiferente ndaj fshatit. Çdo tokë dhe çdo cep i Shqipënisë duhet promovu dhe mbështet për atë çka është, dhe ne nuk duhet harrojmë se është baza e jetës tonë. Sot në krizat më të mëdha që ka bota, pra globalizmi, është siguria ushqimore, një temë që po përmenet sot shumë ditë të sotit në vendet e zhvilluara, për shembull janë ekzistenca e frutave pa fara, dhe ata po konsiderojnë si një krizë shumë të madhe për të ardhmen edhe për vetë tashmen e njerëzimit. Ata po e konsiderojnë një sulm ndaj njerëzimit në mënyrë që është sulm i dukshëm ndaj njerëzimit, sepse nëse nuk ekziston fara, atëherë si don me siguru vazhdimsinë, do të thotë që do ju drejtohesh laboratorave, çka është totalisht kundër natyrës së vetë njeriut. Besoj se ne jemi larg asaj pike apo jo. Jena larg, po jo shumë larg, nuk mund ta marrim për të mirë shënë, se përderisa bujqësia shqiptare është në limitet e saja të ekzistencës, po ashtu edhe blegturia në gjitha zonat e Shqipënisë, pa dallim, me të vërtet duhet të shqetësohena për vetë jetën tonë spari, që është i lidhur poshmangshmërisht me këtë bujqësi, me këtë blegturi, me barion dhe me bujkun kudo qoftë në çdo cep të Shqipënisë edhe me vetë mjedisin. Pra vetë shoqënia është e orkestruar dhe e lidhur në një mënyrë ku efekti është domino, është i menjëhershëm, kudo që të ndodhin, në cepin më të larg të veriut dhe në cepin më të larg të jugut, ato lidhen aq shpejt edhe aq fort sa shpeshherë është e pamendueshme dhe e paimagjinueshme nga ana jonë. Mariana, ju dukeni qartë se jeni kaq e lidhur me tokën, jeni e lidhur me trojet, jeni e lidhur me zonën, jeni lidhur me atë natyrën identike që na karakterizon thellë, që të gjithë ndoshta, sikurse e thatë ju, nisur nga traumat e trashëguara, nga kujtimet e hidhura që kanë lënë kohët e shkuara, na kanë bërë që t'i përikim gjithkohës, të largohemi, të tentojmë të arrijmë qytetet, nëpërmjet qyteteve majat, nëpërmjet majave skajet, e derisa zbulojmë që jo, pas kemi bërë një rrugtim të kotë dhe kemi humbur kohën që është gjëja më e shtrenjtë e duhet të kthehemi pas. Por ndoshta një tentativë të ngjashme e keni kaluar ju, edhe pse jo shumë gjatë. Në 2025-ën ju jeni e para në listë për qarkun e Shkodrës, zgjidheni deputete e Partisë Socialiste dhe një vit më pas ju largoheni prej saj. E para,
ishte kjo vëmendje që fitoi Mariana në bujtinën e saj që e tërhoqi kryeministrin të vitit Q, apo anasjelltas? Duhet ta them se politika nuk ka kanë kur ëndra jeme. S'kam pas as ëndra as ambicie të mëdha që të hyj në politik. E kam dash gjithmonë angazhimin komunitar, jam angazhu qysh adoleshente në ato mënyra që na është dhënë mundësia aso kohe, se më ka pëlqyer shumë që kem zonin tem edhe qëndroj dhe diferencoj me mendimet edhe me veprat e mia. Ky ka qenë qëllimi im. Por jo politika drejt për drejt ose pashmangshmërisht. Ka ndodhur në mënyrë shumë të pa planifikuar nga ana jeme, shumë surprizë. Mash dash kohë me menu me vendose sa kisha fillu me vendos gurta asaj si përmarrjes teme dhe më dukej shumë e vështirë që ta lija, se ishte edhe pashmangshmërisht e lidhen me imazhin tem dhe disa njerëz edhe më kërkonin mu, por isha edhe shumë në mreni të vetë mekanizmave dhe gjanave se si ndodhen. Dhe me ka ardhur ftesa disi si rrjedhoi atij artikulli në Financial Times që para 3 vitesh u bë dhe shkas që u njofta me kryeministrin që më ftoi në një podcast të ngjashëm që ai e udhëheq prej disa kohësh. Aty u takume, aty i kallëzova hallet e zonës, mungesën e dritave, infrastrukturës, ndotjen edhe gjithçka bëhet. Më ofroi mbështetjen e tij dhe angazhimin e matejshëm për atë sa do mundej, sigurisht që mundej për përmirësimin e gjithë jetës publike në ato zona. Duhet të them që e ka dhënë një farë mbështetje edhe me infrastrukturën kohët e fundit rrugës së Komanit, diçka që ka qenë shumë nevojshme dhe diçka që e kam kërkuar në kohë vazhdimisht edhe para se me hyn politikë dhe masi hyna në politik. Dhe kur më erdhi ftesa, them drejtën ishte pak surprizë. Dhe u menova një farë kohe, për dy ishin motivet më të mëdha që më kanë shtypur me hyn politik. Një si banore e Dukagjinit, tu ka një zonë që historikisht është diskriminu dhe i ka mungu vëmendja publike, vëmendja e gjitha qeverive dhe sistemeve në kohë ku ka mungu parimisht gjithçka. Dhe të paktën prej vitit 90 e këtej, nuk ka as shërbim shëndetësor, rrugët mungojnë, aksi kryesor nuk është i asfaltuar, kanë ik njerëzit, janë kanë detyruar me ik jo prej qefit dhe dëshirës madhe për qytetin, po për mungesës kushteve më bazike për mbarvajtjen e individit, familjes dhe vetë komunitetit atje. Dhe së dyti, u motivova shumë si një e re dhe si një vajzë, se specifikisht për trit edhe për vajzat dhe gratë, ajo zoni ka pas mundësit pothuajse jo ekzistente, totalisht të pamujtuna. Dhe këto më shtyn që të hyja në politikë dhe të përfaqësoja një zonë që nuk ishte përfaqësuar për më shumë se 3 dekada. Ka qenë komuniteti i shtyrsa jeme dhe nima dhe aktivizmi që unë mund t'jap dhe unë mund bajt mujtën për më ofru atyne atë çka ju është më hub pa drejtësisht, por që ju përket. Pra nuk e kam pas asnjë moment si një angazhim që po i baj nder komunitetit apo dikujt, po si një aktivizim që unë e kam sparit për detyrë dhe me çfarë po më ofrohet nuk mund ta mohoj përderisa bashk komunitetit tem jashtë më hu për shumë kohë. Kjo është shtysa jeme. Duket që ka prodhuar diçka konkrete. Sot ju keni arritur të realizoni ato që qëndron si plaga më therrse e banorëve të asaj zone. Natyrë shumë pyes, pse në një farë pike pastaj reaguat krejt ndryshe, u larguat nga ajo parti? Gjatë këtyre 10 muajve jam kanë vazhdimisht kërkuese ndaj qeverisë, edhe kritikuese herë mas herë dhe publikisht. Kam kërku dhe në grupe mbledhjet e mbyllura të grupit parlamentar Partisë Socialiste për çështjen e hipotekave, trashëgimisë kulturore, se si po na rrezikohen kullat të zhduken në gjitha anët e Shqipërisë, zyvet e veri dhe se si një arkitekturë e tillë ne e dimë gjithë se sado e zhvilluar të jetë teknologjia dhe sa do të mundshme të jenë kushtet ekonomike, nuk mund të rikthehen më, sepse janë bërë në forma dhe në materiale që sot nuk gjenden më. As njerëzit që e kanë pas urtinë dhe detyrinë për me i ndërtu ato lloj arkitekturash dhe shtëpiash. Përveç kësaj, njohja e pasunive dhe e pronave
të vetë zonës nga UNV, ka kanë interesi kryesor krahas rrugës, sepse ne flasim për fshatna, për zona, është problemi tonë Shqipënisë, por po flas kryesisht për atë zonë që unë përfaqësoj dhe jam interesu ma shumëti, janë banorë dhe komunitete që kanë shekuj që kanë jetu në ato zona. Ata i kanë trashëguar ato kulla prej qindra vitesh. Gjithë e njohim njëri tjetrin, gjithë e njohim historikun e familjes dhe të fisit të njëri tjetrit dhe dim dhe ka dhe mjaft dokumente historike dhe libra që dëshmojnë se si janë vendosur dhe se kanë jetuar në ato zona. Dhe sot e kësaj dite që flasim, ne flasim po për zona dhe banesa, kulla që nuk posedojnë asë një dokument ligjor për këtë trashëgimi që ata kanë. Dhe kjo më duket mas paku e pa drejt dhe jo dashamirëse as pak kundrejt një zone dhe një komuniteti të tillë. Ky ka kanë interesi jam primar edhe kryesori bashkë me rrugën. Aksi kryesori rrugës së Dukagjinit nuk është asfaltuar la. Uroj shumë dhe vazhdoj ta kërkoj sepse është jetike për zonën dhe edhe me qëndrimet që ka marrë gjatë këtyne kohëve kundër paketës së maleve dhe ofertave tjera për projekte të mëdha, ka kanë që SPAR-i ne duhet t'u afrojmë kushtet bazë, pra bazën e asaj piramides të zhvillimit dhe s'dyti duhet të synojmë dhe të flasim për projekte të mëdha. Nëse ne flasim për investime strategjike, paketën e maleve dhe ligjet e tjera që promovohen si në të mirë të vetë banorëve, atëherë SPAR-i duhet të ofrohet një rrugë, duhet të ketë ndërlidhshmëri fshatnash, bizneset e zonës nuk duhet jenë detyruar me marrë gjenerator 3 muaj nezon për me shpëtu sipërmarrjet e tyne që i kanë ngrit me aq mund dhe shpesh herë i marrin përthojsh për me mbajt në ekzistencë, duhet të ketë mbrojtje të blegëtorisë, të bujqësisë, mbrojtje të produktit venas dhe stanet që ndërtohen në bjesht të mos kenë aq shumë procedura sikur ata të ishin të ndërtuar një shtëpi dhe shumë kushte tjera që në kohën ku jetojmë as nuk duhet të diskutohen, për momentalisht nuk ekzistojnë dhe as nuk afrohen as pak për ata banorë dhe ato komunitete. Gjatë këtyne 10 muajve kam folë për çështjen e drinit si një urgjencë shumë e madhe kombëtare ekonomike, jo vetëm estetike, se shpesh mjedisin e kena pasur shumë të shputur prej nesh dhe diçka thjesht ta gjykon syni si të bukur, por nuk është thjesht kaq, është shumë më e thellë dhe shumë më me ndikueshmëri të madhe të vetë individi dhe vetë komuniteti ku na jetojmë. Kam folë po ashtu për problemet me institucionin e universitetit në Shkodër, që edhe në ndërheqjen e rektorit të cilit unë haptazi i dola në mbështetje, dhe pse ishte kundër subjektit ku baja pjesa së kohe, pra ndërkohë kena pas një farë kritike të mbrëmshme dhe një farë përplasje, edhe pse nuk ka bë shumë zhurmë në media ose nuk është kanë gjithkohë së dukshme si jashtme. Unë e kam shpreh pak kënaqësinë time në këtë forma dhe i kam dhënë shenjat që nuk po përshtatem në kohë. 10 muaj ishin mjaftueshëm për mu me kuptu që nuk përkas në këtë grup parlamentar dhe që po kjo nuk do të thotë që kam ndjetë që përkas në një grup parlamentar tjetër, që t'jem e qartë, por ka një dëshmi që ma është ba me kohën dhe e kam kuptu dhe ma qartë asdi pas nisjes së protestës që nuk mund të qëndroj në një grup që është shumë kundër atyne parimeve dhe vlerave ku unë besoj dhe që më kanë një mu promovu dhe mu rrit edhe si sipërmarrëse, si aktiviste dhe ma vonë edhe me hyrë politikë. Mirë po, Marian, Zoti ndoshta ju a dha një shenjë që në momentin që ju e morët mandatin, ajo që ndodhi në theth ishte një kamban alarmi për gjithë shqiptarët. Juve çuditërisht nuk reaguat në atë pikë, ndonse po prekej posaçërisht zona, modeli që ju luftuat për ta ruajtur gjallë. Dhe sot, kur them sot, para një jave në mos gabohem, kryeministri shkon po në të njëjtin vend, një vit pas asaj që u bë, dhe merr elozhe nga banorët e zonës. Ishte ndoshta e pavënd kur shija në rrjetet sociale anë kënd njerëzit të shanin thetjanët për formën se si janë ndërtuar, për formën e pashtyll, ku në mes të protestës, ku populli ka një shpresë, ata i bëjnë elozhe kryeministrit. Pse nuk ishit ju aktive vjet? Pse nuk qëndruat si zë i fort vjet? Dhe çfarë keni për të na thënë si vjet për thetjanët pro kryeministrit?
Ndoshta ke drejt kur thu që ka një shenjë që unë nuk di ta me lexu në kohë. Ka ndodhur 3 muaj para se unë të merrja mandatin dhe të isha pjesë e parlamentit si deputete dhe në aso kohë kam reagu me një deklarat sa po pati fillu ky aksion. Aksioni, po. Në fillimet e tij e kam mbështet, sepse jam e vetëdijshme që ndoshta nuk ka ken modeli më perfekt i të bë monitorizëm, por jam shumë kundër mënyrës se si u bë ndërhymja, pavarësisht pa rregullsive që ka pas ajo zonë, shumë kundër arrogancës me të cilën u bë edhe kohës në të cilën e bë. Unë personalisht e kam marrë vesh prej mediave, edhe pse isha deputete jo krejtësisht e mandatume, por sa kishin marrë zgjedhjet dhe nuk mujta që t'ju vinë në ndihmë, po as të ndikoja për kohën e duhur ose për një sqarim të mundshëm. A kërkuat ju së paku një sqarim në ato momente? Kam pas komunikim me kryeministrin edhe me kryetarin e Bashkisë Shkodër, kam pas komunikim edhe më përpara për thethin dhe për zonat e mbrojtuna të qarkut që unë kam përfaqësu, për me ofru një standard dhe me kriju një standard në turizëm siç e kanë vendet e tjera perëndimore. Në shumë vende dhe në bjeshkët e Austrisë dhe Italisë dhe Francës, ke një standard edhe çfarë ngjyre me i dhanë dritares në ato zona që janë shumë turistike. Po a morët ju një përgjigje nga ky komunikim? Kërkesa jeme ka qenë që përgatitet një plan i mirëfillt urbanistik sa nuk është vonë dhe të ketë një plan zhvillimi dhe të detajum që ata që synojnë me zhvillu zonën e tyne të dinë se në çfarë forme me sjellja zhvillim dhe atë investim. Dukshëm nuk ka marrë përgjigje sepse nuk ka akoma një standard as edhe një plan të shpaloson për sa i përket as thethit dhe as zonave të tjera të mbrojtuna. Është mendoj diçka urgjente dhe shumë e nevojshme nëse realisht dona për me i pështu dhe për me i mbrojt zonat e bukura të pafundme që ka Shqipënia anë e kanë saj dhe për sa i përket pritjes që u bë kryeministrit në theth para pak ditësh, nuk mund t'i gjykoj thetjanët, duket edhe pak i pa drejt sulmi që ju bën në rrjetet sociale thetjanëve, se me sa kam pa fotot, vetëm 13 prej 36 të pranishmëve ishin thetjanë, pra që ishin të bujtinave. Pjesa tjetër janë kënë të importuar. Të zonave të tjera të qarkut Shkodër, të importuar për mrena qarkut. Dhe nuk jam dakord me këtë sulm, them drejtën, është sikur të parajgjykojmë dhe të sulmojmë tanë shqiptarët për shkak të një grushti militanta që mbrojnë një subjekt të caktuar politik. Po ju kur e dëgjuat ato zotrinj që foli për kryeministrin, si u ndjet? Mendoj se do ishte kanë me vend për me i kërku llogari. Ma mirë se çdo kujt tjetër duhet t'i kërkohej kryeministit llogari, se pse u bë, si u bë dhe çfarë garancie jepet sot që të mos përsëritet i njëjti proces. Ky do kisha dashur, që të kishte pas një ballafaqim më të drejt për drejt dhe më të fortë midis dy palëve. Gjatë këtyre 10 muajve, ju thoni që e keni takuar në takimet përbashkëta, keni pasur pak raste komunikimi personal. Këtë ja keni përmendur ndonjëherë kryeministrit për këtë çështje të paktën, keni këmbgulur që ai të jepte minimumi një përgjigje me çfarë motivi u bë ajo që u bë. Përgjigjet i ka dhënë publike sipas formës së tij, her mas here, jo pak herë, madje qysh se ka ndodhur para një viti. Ajo që un kam kërku ka një plan konkret dhe një mbështetje konkrete që del përtej fjalëve, po diçka që njerëzit dhe banorët dhe krejt komuniteti mund ta shohin në terren dhe që është në mbështetjet e tyre, pra një qartësi e matejshme për zhvillimin e biznesit dhe një plan të mirëfillt që ata ta dinë se a do rimbursohen, a do subvencionohen, a do jepet në një masë mbështetëse, apo çfarë garancie do kenë për zhvillimin e pronës së tyre në të ardhmen. Dhe pika kryesore që un kam kërku për sa i përket zonës së thethit, ka qenë sigurimi i rrugës, mbrojtja e aksit rrugor që shpesh bëhet edhe i pa sigurt, çështja me turinave që kanë pa ashtu shumë problem, pështimi frekuencave, mbështetja e mjedisit që t'jetë sa më e pastër dhe po ashtu siç e përmend edhe një plan të mirëfillt urbanistik që ende sot e kësaj dite nuk është bërë publik, ndonse kryeministri i merr lëvdatat nga banorët e zonës. A është i besës kryeministri? Këtë mundën me gjyku shqiptarët dhe me kallëzu shqiptarët më mirë se unë besoj. Në këndvështrimin tuaj.
unë kam bërë një shkrim para pak ditësh, pasi shpalosi një dokument për besën dhe ku kallëzova se çfarë është besa për ne malësorët. Besoj për tonë shqiptarë, sa është një koncept jo i lidhur me një lokalitet, por është një besim kombëtar i krejt i joni si shqiptar. Për ne besa është diçka e shejtë dhe nuk është diskutu asnjëherë mundësia e shkeljes së një bese, po veç mbajtjes së saj me çdo kusht. Dhe në anët tona, kur dikush ka dash me ra në ujdi për besën, ose me vnu besë, siç kena thënë, kudo që ka jetu, si jashtë vendit, edhe nëse ka jetu në një ndërtesë shumë luksoze, o kudo, është kthy te veni i të parëve, te kulla tyne, dhe në një kish, në një log, o në një kull, janë mbledh palët dhe kanë vu besën. Pra, ky ka kënë edhe si një pakt për me të kthy te vetja edhe për të ba me kujtu se kush je edhe ku përket. Edhe si një farë vendosje në ekuilibër të qenjes tonë, me vendin ku jena dhe me vetë identitetin tonë. Besa është diçka shumë e shenjtë që nuk mund përdoret për manuale, nuk është një manual politik dhe nuk mund të përdoret as si mburoj partije apo mburoj kundrejt elektoratit. Ajo çka një kryeministër dhe një qeveri duhet të ketë dhe të mbështetet, është mbi ligjin, mbi transparencën, mbi llogaridhënien dhe jo mbi besime të tilla dhe as deklarata të tilla që unë i konsideroj të pa vend. Tjetër gjë i përket shtetit dhe qeverisë dhe tjetër gjë mund të shpalosin vetë komunitetet dhe individi si qytetar i lirë. Mariana, ju keni pak kënaqësi pse ende nuk ka një plan strategjik për thethin, po jo vetëm për thethin, janë shumë zona të tilla. Thoni që paketa e maleve nuk është aq e mirë, banorët duhet bëjnë kujdes. Nga ana tjetër, thoni që edhe forma e besës që kryeministri kërkon sot duhet të shfaqej në bazë të traditës, të mësonim pak nga e shkuara, ta bënim si duhet, të jepnim më shumë zemër. Të gjitha këto gjëra ju rëndojnë sot, dua të them, ju keni qenë kaq afër familjes socialiste. Lart e poshtë, ka 1 milion arsye që të sponsorizuar ajo nuk di ta them, duan të bëjnë pisë emrin tuaj. Duan t'ju lidhin largimin tuaj me një debat për rektorin e Universitetit të Shkodrës, për prishje të interesave. Unë nuk di se kush i nxjerr këto, ju a them sinqerisht. Ky program është i pari që e nis me ju. A ka diçka që ju vjen më tepër keq se e përgjithshmja në gjithë këtë kuadër? Ka kene prishme nga ana jeme që do ketë gjitha llojet e diskutimeve edhe të sulmeve pas largimit tem nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, nuk më shqetësojnë as pak. Përkundrazi, e di se pak a shumë se si funksionojnë gjanat në këtë vend dhe po kjo nuk më step as pak, më jep më shumë forcë për me vazhdu shumë më e vendosur në të ardhmen edhe në rrugtimin tem politik, që tani më besoj ka vazhdu më e fortë se sa ka qenë në fillimet e veta krejt më përpara. Kam një lloj hamendësimesh të ndryshme, kur bëhet fjalë për prishjet interesit. Unë nuk di një president tjetër politik në historinë politike e Shqipërisë kur një deputet i ik partisë në pushtet dhe qëndron në opozitë, aq më tepër i pavarur dhe i pa atashuar me një grup tjetër parlamentar të fortë. Besoj se kjo është hera parë që ndodh dhe nuk ka se si kjo të bëhet për interesa personale. Nuk besoj se ka një logjik të qëndësishme brenda saj. Unë për komoditet dhe për interesa personale do kisha nejt në pushtet. Aty të ofrohen goxha privilegje, network, njohje, mundësi shumë të ndryshme, akses në vende dhe në oportunitete që nuk i kanë qytetarët e tjerë shqiptar ose deputet e partive tjera, le të them. Por unë nuk e kam bërë se nuk është komoditeti ajo që kam pas shëllim kur kam hinë politik. As nuk e kam tash, as nuk besoj se do ta kem ndonjëherë. Unë nuk kam blenë shtëpi në Tiranë, as nuk besoj se do blej se nuk e konsideroj me vend as nevojshme për veten time. Unë jetoj me qira si në Tiranë, si në Shkodër. Them drejten.
Punë të saja, nuk e di se çka kanë bërë tjerë. Ditë them për veten dhe nuk do më shihni duke ble një apartament apo duke shku në vende shumë shtrejta se spari nuk jam kanë asnjëherë fanse e kësaj lloj jete dhe vazhdoj të mos jem, sepse qëllimet e mia edhe stili jetesës teme është krejt ndryshe, lidhet edhe me atë çka kam bërë më përpara, po shmangshmërisht dhe nuk mund të iki vetes, pavarësisht se ku baj pjesë dhe ç'lloj rrugtimi unë vendosi për me njek në të ardhmen teme politike ose jo. Kolegë të Partisë Socialiste kanë tentuar t'ju bëjnë të ndryshoni mendje apo kanë ushtruar në një formë një lloj presioni edhe pozitiv, se presioni nuk ka pse të jetë gjithmonë negativ, që ju të ndryshoni kurs, të ktheheni aty ku u emëruat deputete e këtij parlamenti? Ka pas deputet socialist shumë kanë mbështet në mënyrë private dhe le themi e kanë respektu vendimin tem dhe nuk kanë tentuar as pak me ndryshu menjen. Ka pas nga ata që nëpërmjet rrjeteve sociale, ekraneve televizive kanë bë kërkesë për me lanë mandatin, kanë bë një farë paragjykimi ose gjykimi të formës së tyre kundrejt personazhit tëm dhe mënyrës se si hyna dhe si largova nga politika. Këto janë gjëra që nuk më shqetësojnë as pak dhe janë të pritshme, them drejtën, se jam e vetëdijshme që ndërgjegjjen e tyre politike dhe njerëzore e kanë vu përballë një farë pasqyre. Nëse po bëjnë gjëra e duhur si deputet, nëse po veprojnë si duhet, nëse po rreshtohen në anën e duhur të historisë. Dhe kjo nuk është e lehtë, e di këtë. Prandaj nuk më shqetësojnë edhe deri diku i mirë kuptoj edhe me shëndrimet e tyre. Nga ana tjetër, a ka pasur deputet që ju kanë tërhequr ju në këtë pavarësinë nga Partia Socialiste, ju kanë shtyr të mbani një qëndrim tuaj? Ndoshta kanë parë një interes vetjak përtej asaj dhe kanë dashur që juve t'ju bashkojnë me këtë grup. Për largimin tem nga Partia Socialiste, unë nuk kam pas komunikim dhe konsultim me asnjë një figurë politike, bile as në familjen time, me askën tjetër. Gjithë e kanë marrë vesh prej rrjeteve sociale. Ky ka qenë tërësisht vendimi jem, sepse kam dashur ta respektoj këtë vendim dhe të limitoj çdo mundësi influence kundrejt këtij vendimi tërësisht personal teme. Është një akt politik dhe një largim që është bazu vetëm në parimet dhe vlerat në të cilat unë besoj. Këto kanë qenë këshilluesia më e mirë gjatë jetës time për me majtë sa më afër të vërtetës. Keni ju sot kontakt me Ditmir Bushatin, Elisa Spiropalin? A kanë ata një qëndrim për këtë lëvizjen tuaj, nëse e keni? Nuk janë shpreh publikisht me sa i kam pa, nuk kam komunikim personal, nuk e di se çka mendojnë. Ata kanë bërë qëndrimet e tyre siç i kena pa të gjithë. Mendoj se çdo qëndrim ndryshe prej grupit, qëndrim konstruktiv ose më kritikues apo dhe në forma tjera, i ban vetë mirë grupit parlamentar, demokracisë brendshme edhe vetë demokracisë në tërësi, sepse partitë politike janë një instrument i nevojshëm për me kriju shtetin, për me pas pushtetin edhe me udhëheq reformat e një vendi, po nuk janë përbetim i përjetshëm i individit me ta. Janë një rrugë dhe një mënyrë për të bërë politika dhe për të sjellë ndryshime, por nuk janë të lidhuna poshmangshmërisht me vetë qenien tonë politike dhe njerëzore. A keni pasur ftesa nga partitë e tjera për të rreshtuar ndoshta në një grupim të tyre parlamentar, sepse sikurse e dim opozita ka disa grupe parlamentare, nuk ka vetëm një atë shtyll, apo edhe partitë e reja? Kam pa mbështetjen e disa deputetëve prej grupeve të ndryshme parlamentare dhe nga partitë e vogla, që më kanë mbështet publikisht pasi dhash ndërheqjen, e vlerësoj mbështetjen e tyre dhe daljen krah që më kanë bë në këtë kohë. Për mu është shumë herët të mendoj në këtë mënyrë ose me interesa elektoral. Për mu është e rëndësishme që këto 3 vjet të mandatit që më kanë met, ti përdorin në mënyrë sa më eficiente, që ti jem sa më aktive, sa më opozitar dhe sa më i vërtet dhe sa më kritik për të mirën publike, për çështje qytetare, për kauza që unë i vlerësoj me interes dhe që tashmë kam ndërgjegjen edhe lirinë e pakufizuar që ti sjell edhe t'u jap zonë në parlament.
Për mu kjo është më e rëndësishme. Ndërgjegjja e jeme e pastër edhe liria që m'jepet për me vepru në bazë kushtetutës dhe kartën që kam si deputete ta përdori në bazë të tyne. E fundit, por jo nga rëndësia. Mariana është kthyer në një simbol gjithashtu të protestës qytetare. Ju jeni zëri që shkoni në institucionet europiane dhe e përmendni atë, e mbështesni atë, ndryshe nga sa është mësuar më parë, apo ndryshe nga pesha që kanë pasur deputetë opozitës që shkojnë edhe me listën e ankesave i parashtrohen europarlamentarëve për më tepër mbështetje. Çfarë është kjo protestë në këndvështrimin tuaj? Protesta ka nis pa mu, ka protesta ajo që mu më ka frymzu që t'i bashkohem, pra jam unë ajo që ndjeku protesten dhe arriti vëmendjen e vet ndërkombëtare shumë kohë para se unë të shputesha prej grupit parlamentar. Pra nuk ka as pak nevojë për mua që t'i jap za dhe as ta mbështes në arenën ndërkombëtare. Ka qenë largimi jem nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ndollit e fundit politikën në Shqipëri dhe vetë protesta që europarlamentarët më ftuan që të flas në Parlamentin Evropian, edhe ti takoj në takime private, kam dhënë mendimin tim objektiv mbi ato çka ndodh. Nuk bie asnjëherë dakord me narrativat negative mbi Shqipërinë, sepse pavarësisht përkatësive politike, bindjeve tona politike dhe partijake, Shqipënia është vendi ku gjithë përkasim dhe nuk mund të përdorim as kena një narrativ negative kundrejt vetë vendit tonë. Do ishte një vetvrasje, besoj disi e heshtun me cilën nuk bi kurse si dakord pavarësisht rrethanave ku ndodhena. Unë kam kërku mbështetje ma tejshme ndaj protestës, dhe pse ata kanë dhënë në mënyra që na kur nuk e kena pa ma përpara ardhja tyne fizike në shesh të mbështet, të dhënë za me mediat ndërkombëtare, kam kërku një monitorim më të thellë për sa i përket veçanërisht kapitullit 27 të procesit integrimit që është për mjedisin, ajrin edhe klimën, që është edhe kapitulli më sfidues për vendin tonë, dhe kam kërku një monitorim më të thellë. Kam kërku gjithashtu që mos lejohet që procesi i integrimit të kthehet në një hap gjeopolitik, thjesht një hap gjeopolitik, ose një proces raportesh, mbushesh pa fund raportesh, për të jetë ashtu siç duhet të jetë, një proces gjithëpërfshirës ku sparja shoqënia shqiptare aktori kryesor, aktive edhe jo pasive, dhe që ata gjejnë një lidhje të drejtë për drejtë me komunitetet edhe me shoqërinë civile. Kështu mundet më ofru një pasqyrë më e fortë e realitetit të vendit tonë, përtej një figure të një lideri partie politike apo vetë qeverisë. Ata duhet ta kenë më të gjanë pasqyrën e realitetit dhe se si funksionojnë punët në Shqipëri. Dhe kjo protestë po na mëson shumë, po na edukon shumë gjithve, si ne që jena në politikë, po edhe çdo qytetari. Besoj se mesazhet e kësaj proteste po edukojnë edhe po frymëzojnë edhe përtej kufive të vendit tonë. E konsideroj që vlera më e madhe në këtë ditë të 60, mos gabosha, është konsistenca e kësaj proteste. Deri më sot në Shqipëri na kena pas një histori negative të protestës dhe kjo ka ndodhur prej vetë personave që i kanë marrë përsipër këto kauza dhe kanë përfundu tu i mbyt. Kjo protestë ka kallëzuar që ma në fund po sillet një kulturë po ndërtohet një kulturë politike në vendin tonë, një kulturë që nena ka mungu, kultura e reagimit, e bashkimit, e vetdijes dhe ndërgjegjësimit mbi çka jena, çfarë drejtash dhe çfarë detyrimesh kena. Kjo protestë për mua është ngjashme edhe me një revolucion permanent, një perpetuum mobile, siç e thonë, sepse po vazhdon, nuk po ndalet, edhe ashtu që nuk e ka nërmend mu ndal, dhe kjo është shumë e bukur. Shqiptarët po fillojnë më ndërgjegjësu, duhet të ndërgjegjësohen edhe më tej që politika dhe partia nuk janë e njëjta gjë. Politika është çdo gjë në jetën tonë. Qysh momentin që qohena në mëngjes, gjithçka bëjmë gjatë ditës dhe mënyra se si menojmë influencohet dashje pa dashje nga politika, nga taksat, mirëqenia ekonomike, mundësia të pasurit një shtëpi, niveli çmimi i karburantit, ajri, ndotja, shëndeti, gjithçka në jetën tonë është politike dhe sa më shumë ndërgjegje që të kena, aq më të mirë mundna me pas këtë politikë për të ardhmen. Më pëlqeu shumë kjo gjë. E fundit fare, çfarë ju kanë thënë familjarët tuaj në momentin që ju bët njoftimin për largimin nga logo e PS
dhe mbështetët publikisht protestën. Për ta kohën e habishme si hymja, jam në politikë si dalja prej grupit parlamentar, pavarësisht gjithave e kanë mbështet maksimalisht. Unë jam shumë e lumtur që nëna jeme nuk ka rrjete sociale, kështu që nuk i bjen nuk lexon sharjet dhe nuk i bjen me ofendimet. pa vëllë gjanash. Besoj se sharjet e ofendimet janë një pjesë të vogël krahasuar me shumë shtetje që kanë marrë. Është e vërtetë. Por si zakonisht ne kena dhe një shprehje Lisi që rrëzohet bën më zhurmë që ai që rritet, por nuk është diçka për që më shqetëson as pak se koha i seleksionon dhe kallëzon gjithçka mbi mua dhe mbi tetan. Kam pas mbështetjen e tyre të pakufishme, thjesht kanë dashur me ditë a jam mirë, i kam shpjeguar pak a shumë se si funksionojnë gjanat, se si ka ndodhur, por në asnjë moment nuk kanë dyshuar, mu janë bërë mbështetja jeme më e madhe dhe padyshim edhe frymëzimi jam për shumë gjana. Forma më perfekte se si duhet të nisë të zhvillohet demokracia, pikërisht në familje, dhe unë uroj shumë që në atë parlament 140 vendësh mos të ketë më njerëz të fshehur nën petkun e një flamuri, por sa më shumë emra të përvetshëm, se vetëm ashtu Shqipëria do mund të ecë përpara. Mariana Koçeku, faleminderit që ishe me mua në këtë episod të parë të PIK dhe shumë suksese në 3 vitet që pasojnë të legjislaturave vijuese. Faleminderit shumë. Nëse mund shtell diçka të vogël, Patjetër. që të kena një parlament më efektiv, pa figura anonime dhe njerëz që me të vërtet përfaqësojnë komunitetin dhe njerëzit i njohin, se sot nuk dina shumicën e emrave që janë në atë parlament dhe as në qeveri, duhet të kena një sistem të hapun elektoral, ku të ketë një gardë vërtet dhe një konkurrencë mes individëve. Unë për një mend që kam marrë për një listë të mbyllur, nuk ka kënë zgjedhja jeme, kështu e kam gjetë sistemin elektoral, nuk bia as pak dakord me të, sepse nuk jam dakord që të ketë delegim, nuk delegohet përfaqësia. Përfaqësia është e drejtë për drejtë dhe duhet vinë prej vetë qytetarëve. Kështu e kërkon një demokraci e pastër dhe e shënësishme, siç e kanë vendet e tjera të zhvilluara të perëndimit dhe kështu duhet ta kena edhe na. Ka shumë arsye dhe interesa partijak dhe politik, sepse mbahet i burgoson ky ligj dhe kjo metodë, po mendoj që është kushti i parë që na të kena një demokraci të mirëshën, të kena një përfaqësi më të mirë, në mënyrë që edhe kërkesa e llogarisë dhe lidhja midis përfaqësuesit edhe komunitetit të jetë më e madhe dhe pashmangshme. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Karrikën e Marianës e zë Ilir Xhemalaj, online Jacqueline Lekatari dhe Gentiana Limadhi për të folur pikërisht për këtë forcë, protestën. Na ndiqni. Ja të kemi sërish. Revolucioni Flamingo është e vetmja protestë që sot pas 2 muajve thuhet me gojën plot që ka frymëzuar të madhe të vogël për ta mbështetur ose ta luftojë atë. Askush nuk është indiferent ndaj një lëvizje popullore që zanafillën e pati në Zvërnet se degët i ka shtrirë sot në të 4 anët e globit, teksa frymëzon ende sot e kësaj dite për një akt gjigant që po i shërbehet atë dheut. Sa fjalë rënd kjo për të përmendur shpesh e për ta marrë mbi supe për t'i dhënë kufizime personale apo përjetime, sikurse kanë tentuar ta bëjnë në kaq shumë ditë mbështetës dhe antar të mazhorancës, sepse jo edhe disa zëra të opozitës në fillimet e saj. Kjo protest që çdo mbrëmje aktivizon lumin njerëzor rrugëve të kryeqytetit ka shumë element përbërës e asnjë kohë kryesore. Për të do të flasim sa vijon me disa prej figurave përbërëse. Ilir Xhemalaj. Më pëlqen kur mikrofoni e bën të duket çdo gjë kaq therrse, teksa kumbon e ushëtin atyre godinave të vjetra të ndërtuar nga italianët në bulevard. Faleminderit që je sonte këtu. Faleminderit për ftesë. Një tjetër zë mjaft interesant nga ato zëra që prej kohësh vinte pika mbi. Ajo është një vajzë që e shohim të aktivizuar prej vitesh në temat më të rënda sociale dhe zëri më guximtare kam quajtur. Në protest u bë pika e informimit dhe organizimit të qytetarëve në tubime jo vetëm në Tiranë. Jacqueline Lekatari, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën, sjeni.
Ndërkohë që i treti është një shpirt luftarak. Në programet ku e kam pasur të ftuar, më rrëfente pas kamerave që nuk e shikonte dot Shqipërinë në këtë pikë me bijtë e bijat që rrjedhin rrugëve të globit, minimumi për kujdes shëndetësor. Gentiana Limadi, mirë se vjen, ndonse nga Parma sot. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Jacqueline, dua ta nisim bashkë këtë bisedë. Një protestë e cila të vuri në fillim me një rol që nuk e kërkove, por të gjithë vinin tek ti, të shkruanin, komunikonin, merrnin informacion mbrapsht se si do organizohej e nesërmja e protestës. Por para ditës së dytë është e para. Si nisi, si u gjende ti në këtë lum marsh njerëzor kaq frymëzues? Me thënë të drejtën, unë jam pjesë e një kolektivi ose një organizimi qytetar jo formal që quhet Kolektivi Feminist. Një kolektiv që ka qenë në kontakt me organizatën ambientaliste PPNEA dhe padyshim që ne kemi pasur dijeni për angazhimin e PPNEA-s që kur ajo zonë filloi të rrezikojë me ndërtimin e aeroportit. Megjithatë, angazhimi ynë filloi që me datë 16 maj, kur u organizua, le të themi, protesta e parë në Nart, në Zvërnec Nart, në gjithë pjesën e cila ishte rrethuar me gardhin, me telin me gjëmba. Më pas ndodhi protesta e 30 majit, që është protesta në cilin AS-Zotëria u zvarrit nga policia private, dhe protesta në cilën policia e shtetit u godit me sprej nga po e njëta polici private, ndërkohë që policia e shtetit ishte duke mbrojtur gardhin me gjëmba në një tokë që ende me thënë të drejtën edhe sot nuk e kam të qartë se kujt i përket. Dhe kështu që në datë 30 ajo video e atij zotërisë i cili u zvarrit ashtu ndërkohë që qëndronte në Buzdetit, besoj që i tronditi të gjithë, më tronditi dhe mua, dhe në Tiranë filloi një organizim në rrjetet sociale me postera për një protestë e cila do të ndodhte ditën e nesërme në Tiranë para drejtorisë. Ditën e nesërme nga të rresat e para ose përplasjet e para ka qenë se cili ka qenë ai lokacioni kryesor, Drejtoria e Përgjithshme apo Drejtoria e Tiranës. Megjithatë që ditën e parë, mund të them që pjesëmarrja në krahasim me protestat të tjera ishte goxha e rëndësishme, sepse në momentin që filloi marshimi, njerëzit, qytetarët filluan të bashkohen marshimit, dhe mendoj që kur kemi arritur te kryeministria mund kemi qenë 5000 vet. Dhe Beni i cili udhëhiqte korteun bëri thirrje që njerëzit të mblidheshin edhe ditën e dytë për të protestuar, po në sheshin Skënderbej, po duke marshuar, dhe besoj që në ditën e tretë pastaj u kuptua që aty u mor kthesa, të paktën për mua, që kjo protestë do zgjaste, që nuk ishte thjesht një kapriço e radhës, dhe që një zgjim i brendshëm qytetar ishte duke ndodhur dhe një ngjarje historike po fillonte, mori shkëndijën. E qartë. Ilir, data 30 në fakt ishte një klithëm shpirti. Personalisht kur e kam parë videon e atij zotërisë që të riqi zvarr, më duk sikur isha unë që po zvarritesha atyre brigjeve. Po njësoj jam i bindur që janë ndjerë shumë kush teksa e shihte atë, dhe ka filluar të numëroj çfarë zvarritjesh të tjera ka kaluar në të shkuarën. Por për ty nuk mbaroi aty, sepse ne bëm bilancin. Për ty filloi aty, more mbi supe, të drejtoje një kortezh pastaj që ta çoje drejt asaj që e akuzuam se u shfaq një arkivol në njërin prej protestave, i hodhëm balt pse dukej sikur ishte në kundërshtim me vizionin e Shqipërisë si një aleate e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
e bën pis me Rusi, me India, Pakistan, ku ta di, sepse nuk dua të përmend çdo lloj paudhësie që ju bë një ndjesie kaq të thjesht, kur mjafton të dilje vetë në bulevard dhe të kuptoje sa bukur ishe të ndodheshe në mes të asaj turme gjigante që duke sikur nuk pushonte së rrjedhuri nga sheshi Skënderbej. Çfarë presioni kishe mbi supe, kur aq shumë njerëz, për herë të parë ndoshta në Shqipërinë e këtyre 36 viteve tranzicion, jepnin shembull edhe botës. Siç e tha dhe ju dhe Jacqueline, ai grusht ishte një grusht që nuk e hëngri vetëm ai djalë atje. Ishte një grusht që çdo shqiptar e ndjeu dhe e ndjeu thellë atë grusht, sepse ishte ajo pika që derdhi vazon. Ishte momenti kulminant i 36 viteve presione, 36 viteve largime nga Shqipëria, 36 viteve korrupsioni, 36 viteve paturpësira të ndryshme që kanë ndodhur në kurriz të këtij populli. Dhe ishte pikërisht ky momenti i ndarjes, themi, të tërës nga e vjetra. Ne u gjendëm aty, ndoshta sepse jemi aktivist prej vitesh dhe në shumë protesta, kemi bërë shumë protesta, por asnjë nuk i ngjan. Kjo është diçka krejt ndryshe, diçka të cilën askush prej ne në jetë nuk do imagjinonte që ta arrinte. Është diçka që ne u gjendëm aty dhe le të themi u përpoqëm ta mbarvanim këtë protest, u përpoqëm ta merrnim, të vinim gjoksin, ta merrnim mbi shpatulla dhe ta çonim më tej. Është një protest, unë mendoj që është diçka epike kjo që po ndodh me popullin shqiptar sot, sepse më në fund ky popull është zgjuar. Pra këta të rinj që deri dje kishin zgjedhur rrugën e largimit nga vendi, për t'u larguar këtyre presioneve, këtyre halleve, këtyre problematikave të ndryshme që nuk gjeni kur zgjidhje në vendin e tyre, ata më në fund vendosën të bënin qëndrimin e tyre dhe vendosën që qëndrimin e tyre ta bënin atë shesh, kundër çdo lloj padrejtësie që ky popull ka hequr në kurriz. Jo vetëm këto 36 vite, unë do thosha 80 vite, se është një sistem i tërë. Pra ne aty nuk jemi ngritur thjesht për të larguar këtë qeveri që është aktuale. Ne jemi ngritur aty për të larguar gjithë sistemin 80 vjeçar, 80 kusur vjeçar që ka uzurpuar këtë vend. Dhe ne nuk do të ndalemi derisa kjo të ndodhë, derisa kjo qeveri të largohet, ky sistem të largohet, i hapet rrugë të rinjve, që kjo energji që sot po derdhet në shtet, nesër të derdhet në institucionet e këtij shteti, në të mirën e këtyre banorëve, në të mirën e shqiptarëve. Nëse mundem diçka të shkurtër, unë dje isha ne po organizojmë një le të themi disa forume, ture, quasi duash për të marrë ide nga grupe të ndryshme të popullsisë dhe dje ishim me një grup fermerësh, ishim në zonën e Lushnjës. Unë me disa organizatorë të tjerë të protestës dhe takuam fermerët për t'i pyetur çfarë problematike kanë ata, sepse neve kishim dëgjuar që ata do vinin me ato traktorat e tyre, do vinin me ato që ata mbjellin, pra do vinin në protestë dhe nuk mundën të vinin. Pse? Sepse çdo gjë traktorat i kishin pa leje, kishin pa letra, pa targa, nuk ka bënte shteti targat. Por ajo që mua më bëri përshtypje shumë ishte takimi që unë pata me një nënë atje, që erdhi u bashkua. Ishte nëna një prej atyre fermerëve dhe më përqafoi fort dhe më tha kam si birin tim, tha. Më tha unë, djalin tha kam 8 vite që nuk e shoh, tha. Sepse djali mua më është larguar në emigracion, nuk ka letra dhe nuk më është kthyer më. Dhe më shtrëngoi fort dhe më tha të lutem, tha, mos e lëshoni atë shesh deri në momentin që djali im do kthehet. Këto janë tragjedi omerike që vetëm një popull si populli shqiptar mund t'i kalojë. Janë të papranueshme në botën moderne. Dhe kjo që sot po ndodh, që janë larguar gjithë të rinj, janë larguar vëllezërit, motrat, shokët, fëmijët. Kjo duhet të ndryshojë. Ne nuk po luftojmë këtu më për ambientin, kjo është shumë herë më e madhe. Ne këtu po luftojmë sot për vendin ton, po luftojmë për shpopullimin që po e bëhet këtij vendi, për masakrat mjedisore që po e bëjnë këtij vendi, për shëndetësinë që është në zero, është në minus. Pra njerëzit siç unë kisha nënën time, 28 vjet e kam kuruar në Milano, e bëja Milano vajtja ardhi. 2 javë Milano, 2 javë Shqipëri. Pse? Nuk i paguajmë taksat tona. Nuk i paguajmë detyrimet ndaj shtetit. Atëherë shteti pse s'na jep shërbime?
ku vjen këto lek, ku vidhen. Gjojmë për ditë u vodhën kaq, u vodhën aq, u dënua ky, u dënua ai, po s'kemi dëgjuar asnjë nga gjykatat na thotë që këto lek për cilat ata janë akuzuar, janë kthyer. A janë marrë këtyre njerëzve? A janë futur përsëri në buxhetin e shtetit? A janë bërë këto lek ilaçe për të sëmurët, për spitalet? A janë bërë këto pensione? A janë bërë mirëqenie për familjet në nevojë? Se kemi dëgjuar asnjëherë. Prandaj ne po luftojmë sot deri jemi këtu. Qartë. Kur më përmend dramën familjare, më vjen ndërmend ajo që Gentian t'ia the shqiptarëve nga bulevardi kryesor, por ma kishe thënë mua më herët kur erdhe për çështje familjare dhe doje patjetër të ishe në atë protestë, ta shifje nga afër se si përjetohej kjo protestë në Shqipëri. Ti më the, ne jemi mësuar të flasim për gjenocidin ndaj çamëve, gjenocidin ndaj shqiptarëve të Kosovës, por këtë radhë më the, është akoma më keq. Gjenocidi është i brendshëm, po bëhet nga shqiptarët kundrejt shqiptarëve. Si ta kuptojmë këtë? Po, është një interpretim matematik që unë dhash, logjik, dhe është e qartë që në qoftë se ne për gjenocid imagjinojmë persona që trëmen, vriten për t'i larguar nga një vend, për mos të ushtruar një jetë normale, pra për mendimin tim e njëjta gjë po ndodhe në Shqipëri, sepse në qoftë se ti me mënyra më dinake, më të sofistikuara, për mendimin tim të përgatitura në letër, që në fillim të viteve 90, me bashkëpunimin atyre që atyre të jashtëmëve pa dashur të bie në teorira komplotiste, për mua është diçka e përgatitur në letër. Pra, mendimin e tuajve që u interesonte një shpopullim i Shqipërisë, kemi arritur një shpopullim, një shpopullim të vërtetë. Dhe për mua është drama më e madhe. Është drama më e madhe sepse unë tani që jam prind e kuptoj. Kur isha i ri, kur isha 20 vjeç dhe mora rrugën për të zbuluar të panjohurën në Itali në 93-shin, ndoqa rrymën, isha dhe unë viktima e sindromit, ti kemi shtetit. Pyeta të them drejtën në farefisin tim, pyeta mja 7-8 persona që i konsideroja si më inteligentët, disa më thoshin ik, disa më thoshin rri. Edhe unë thash hajde po e provoj. E provova me shpresën që të kthesha, po ngela atje, pra ostaggio, pra ngela më kapi kurthi, jo atje, sa atje i bie këtejta. Po plasi kur jam aty, ngela peng e emigracionit, edhe dëshirës për të arritur këtu, sepse këtu gjeta terrenin e dur për të arritur të isha dikush. Pra për të kthyer pyetjes, genocidi i bërë kundër kësaj popullate, drama dhe dhimbja e krijuar prindërve, gjyshërve, sepse unë e kam trajtuar dhe punën e gjyshërve këtu nëpërmjet shoqatës kulturore Skënderbeg që e kemi krijuar prej 20 vjetësh tashmë, unë për intervistat të ndryshme dhe për konferenca shtypje dhe për para bashkisë këtu, kemi organizuar aktivitete dhe kemi krijuar shkollën shqipe për të lindurit këtu, sepse kemi thënë, ne duhet të mbrojmë të drejtën e prindërve që të kenë mundësi të flasin me niprit. Pra kemi gjyshin shqiptar që i vjen nipi nga Anglia, nga Gjermania, nga Italia apo nga Greqia. Ata me njëri tjetër nuk merren vesh, edhe gjyshi nuk merret vesh me asnjërin nga këta. Pra edhe kjo duket diçka një detaj i parëndësishëm, por shumë rëndësishme. Po pse duhet kjo? Kjo duhet që ne të mbrojmë atë identitetin ton dhe të mbrojmë atë identitetin ton që është identiteti një shqiptari. Ne e kuptuam këtu. Po. Por duke unë e kuptova, çdo emigrant e kuptoi këtu. Qartë. Duke parë protestën në Tiranë, si arritet të organizosh në Parma, ku ke një jetë, ti je angazhuar me politikën venda se atje vite më parë gjithashtu? Po, lindin spontanisht protesta në Parma, normalisht ajo thirrja. Ne kuptojmë shumë mirë që ai popull që ngrihet aty në Tiranë, i shef dhe përtej detit, shef dhe përtej kufive, sepse ka nevojë për një ndihmë. Okej? Ka nevojë për atë pjesë të popullsisë që është e pa ndotur, e pa kontaminuar dhe që jetën e ka krijuar në mënyrën e vet, pa u varur nga partia, pa u varur nga patronazhistët, kështu që normal që është instiktive shpresa që populli ka që ta mbështesi pjesa tjetër e popullsisë. Ai popullsi, siç e thash, e pandotur, ai popull i shëndosh,
me një mentalitet të hapur, me një mentalitet vërtet perëndimor, dhe që nuk njihet nga gënjeshtrat në atë ditë që propagandon qeveria aktuale dhe gjithë qeveritë në këto 36 vjet. Pra, u mblodhëm shumë, ishim të shumt, kemi mbledhur 2 herë në Parma, 2 të diela, kemi sfiduar edhe të nxehtin 45 gradë ka bërë të dielën e dytë, dhe jemi mbledhur shesh secili të shfrynte të tregonte atë që ndjente, mbi të gjitha e bëm dhe për të kuptuar sa popull, sa shqiptarëve ju ka ngelur çik shqiptari brenda, sa shqiptar e ndjejnë dhe janë të lidhur akoma, e kanë atë kordonin kërthizor me Shqipërinë. Sepse shumë nga ne jemi futur në zonën e komfortit, jetojmë mirë, shikojmë baçën tonë, kemi lindur fëmijë këtu, mendojmë për të mirën e fëmijëve, të çojmë rrogën në shtëpi etj etj. Pra, shumë veta nuk e mendojnë, shumë persona, shumë syrësh nuk e mendojnë me kaq, si ta themi, me kaq patos punën dhe ndjenjen e për të bërit diçka. Sinqerisht, unë dhe shumë miq të tjerë e kemi ndjerë, përderisa kemi krijuar një shoqat këtu, përderisa e themi këtyre kush jemi ne dhe këta e kuptuan kush jemi ne, duhet t'ju tregojmë këtyre që ne mund të ndihmojmë dhe të rregullojmë atë vend atje ku duam të kthehemi një ditë. Nëse nuk dua të kthehem tani, që jam në forcë pune, dua të kthehem nesër kur të shkoj në pension, dua të prehemi qetë në atë vend. Në atë vend ku kanë lënë eshtrat të parë tan, gjyshtë e mi, familjarët e mi, xhaxhallarët e mi, ata që shumica e tyre janë dergjur në përburgjet e komunizmit. Kështu që në fundit kemi një borxh. Pyetja jote pse në Parma, pse erdha edhe në Tiranë, sepse kemi një borxh ndaj ndërgjegjës tonë, ndaj asaj ndjenjës përkatësisë, por mbi të gjitha kemi një borxh ndaj të parëve tanë që na edukuar me këtë ndjenjë përkatësie dhe me atë dashuri. Më pëlqen shumë borxhi, se në fundit gjithmonë kur mendojmë atë dheun, ne duhet të rreshtojmë motivet pse duhet të na trajtojnë mirë, pa pasur në konsiderat që ne e kemi këtë detyrim që të kthejmë diçka mbrapsht, të investojmë ne farën në mënyrë që nesër të na kthehet. Por kur ti thua borxh, unë natyrshëm pyes Jacqueline, çfarë taksirati pati që duhet të bëhe si qendër informacioni? E kam ndjekur që ditët e para, sepse më pëlqente gjithë angazhimi që kishte ajo nëpërmjet rrjeteve sociale, përpos pranisë së vazhdueshme në atë bulevard, që të njoftonte, të bënte bashk, të krijonte grupe, të lindte pika takimi me orare apo adresa të sakta, që shqiptarët të organizoheshin jo vetëm në Itali, por në Gjermani, Francë e tjetër kund. Jacqueline, angazhimi madh, një barë e rënd, një kohë e shumt e investuar për këtë. Sot nuk ka mbaruar. Nesër ndoshta do duhet më shumë. Deri më sot a u lodhe? A ja vlen? Nuk mendoj që pyetja duhet më drejtohet mua dhe duhet jetë individualiste, a u lodha unë, a ja vlen. Jo vetëm unë, po të gjithë jemi lodhur dhe patjetër që ja vlen, sepse siç thash në fillim, është ngjarje historike. Jam e sigurt që revolucioni i flamingove do jetë pjesë e historisë moderne shqiptare dhe e mendoj në të ardhme kur të kalojnë vitet, se nëse do pyetem, do më vinte mirë që të përgjigjesha duke thënë që po unë isha pjesë e atij revolucioni dhe unë u mundova të bëja diçka për Shqipërinë dhe unë u mundova ta bëja Shqipërinë më të mirë edhe të jepja kontributin tim për Shqipërinë. Jo sepse unë i kam borxh dikujt apo sepse i kam borxh Shqipërisë, por mendoj që kjo është detyra jonë qytetare. Kjo është mënyra se si ti e tregon veten që je një qytetar i denj edhe aktiv dhe kjo është ajo trashëgimia që ti duhet i lësh gjeneratave që vijnë pas. Sepse kur flasim për gjeneratat e reja shpeshherë drejtojmë gishtin drejt tyre dhe bëjmë krahasime se si gjeneratat e shkuara janë gjithmonë më të mira, gjithmonë më të ditura, gjithmonë më të strukturuara, më pragmatiste, më të suksesshme. Por mendoj që sa herë që një gjenerat dështon është faji i gjeneratës pasardhëse. Kështu që duke parë që unë tani nuk jam më një vajzë e re, por jam një adulte,
Mendoj që gjëja më e mirë që mund të bëj është që dhe trashëgimia më e mirë që unë mund të lë është ky kontributi për ta bërë një Shqipëri një vend me një jetë më të dinjitetshme, me një jetë me kushte më të mira dhe me mundësi për të pasur një vizion për të ardhmen dhe jo domosdoshmërisht për të larguar nga Shqipëria. Kështu që kështu e shoh. Megjithatë, Jacqueline, unë si Erion së pari, duhet të them faleminderit ty dhe faleminderit të gjitha atyre vajzave që u angazhuan për këtë protestë, sepse ndryshe nga ato që kemi mësuar të shohim në bulevard të organizuara, qoftë nga opozita e sotme apo ajo e djeshme dhe sot mazhorancë, ne nuk kemi parë këtë fuqi femërore, këtë prani femërore, këtë zell të pamas për t'i dhënë një fytyrë kaq të bukur në imazhin e Shqipërisë moderne në mediat e huaja, asaj që ju po bëni. Prandaj, nisur nga kjo, pse ishte kaq interesante kjo protest? Pse femrat, ndryshe nga çdo protest tjetër, këtë herë u organizuan, u ofruan të kontribonin masivisht? E di çfarë mendoj, nuk në gjykimin tim nuk mendoj që gratë është hera parë që angazhohen në këtë protestë. Mendoj që është hera parë që ne kemi vullnet t'i shohim ato dhe t'i japim vëmendje atyre në hapësirën publike. Se mendoj që në të gjitha protestat e rëndësishme që kanë ndodhur në Shqipëri dhe që kanë sjellë vërtet një ndryshim, gratë kanë qenë aty, ato gratë revolucionare, gratë që kanë dashur, e kanë zërin e fuqishëm dhe kanë pasur dëshirë për të folur edhe për të diskutuar dhe për të bërë pjesë e jetës sociale dhe komunitare. Por mendoj që suksesi dhe bukuria e kësaj proteste, si fillim është fakti që protesta nuk e ka një grup që bën një lider grup, një grup që bën udhëheqjen. Dhe kjo e bën protestën që të jetë më pak e aksesueshme dhe më pak e korruptueshme. Heterogeniteti i saj besoj që është një tjetër arritje pse kjo protestë është e bukur, është moderne, është e suksesshme. Nuk mendoja kur që do dilja në shesh edhe do kisha jo vetëm një, po shumë pika të përbashkëta me disa nga figurat publike të cilat kanë pasur për vite ideologjikisht kundër. Kështu që kjo protestë në një farë mënyre na tregoi që ndoshta narrativa e atyre që udhëheqin e establishmentit ka funksionuar padyshim dhe na ka bërë që të fokusohemi më shumë tek pikët që na ndajnë dhe jo tek pikët që na bashkojnë. Dhe patjetër që kjo është një nga arritjet e kësaj proteste. Idet moderne dhe geniale dhe mënyrat e reja të komunikimit të cilat bëjnë që ata që udhëheqin institucionet ose ata që kanë në duar fatet tona të duken të vjetër, të duken adadollak, të duken të dalë kohe. Dhe zbërthimi i atij trekëndshit qeveri, establishmente dhe media që sikur zhveshi gjithë të narracionin me të cilin kemi jetuar në të paktën dekadën e fundit, mendoj. Ka ky zgjimi i përgjithshëm qytetar dhe kjo vedie dhe kjo dëshirë për të pretenduar më shumë dhe për të merituar më shumë, mendoj që janë një nga pikat që e bëjnë protestën interesante, të suksesshme, moderne, virale dhe patjetër që janë dhe sukseset e saj që do të zgjasin në kohë. Edhe nëse protesta do ketë rezultat pozitiv, edhe nëse do ketë rezultate jo të pritshme nga ne ose negative në thonjza, edhe nëse protesta do ketë rezultate neutrale, nëse arrim të imagjinojmë një skenar me rezultate neutrale. Mendoj që ajo e ka ndryshuar një herë për gjithmonë diçka në shoqërinë shqiptare dhe jam shumë e lumtur për këtë se para 2-3 viteve mendoja që ky zgjim ishte i pamundur edhe që kjo shoqëri ishte e vdekur, apatike dhe e pamundur për t'u rekuperuar edhe për t'u rikthjellë edhe për të luftuar për dinjitetin e saj. E qartë. Në fakt ka zgjuar një mbështetje të madhe,
ka zgjuar formën se si ne i shohim gjërat deri më sot. Pra, deri dje e kishim kaq të thjeshtë të normalizonim çdo gjë, edhe vjedhjen, edhe arratisjen, edhe përdhosjen, çdo gjë e normalizonim. Sot, në të kundërt, edhe për një investim sado të vogël, pikpyetja ngrihet natyrshëm. A është i drejtë, apo vidhemi, apo mashtrohemi? Na është bërë pjesë e një skaneri që duket e kishim lënë të fikur deri më dje dhe sot e ndezëm. Mirë po Ilir, protesta ka të mirat, ka dhe të këqijat, ka përfitimet për disa, ka kosto për disa të tjerë. Gjatë gjithë këtyre ditëve, unë kam dëgjuar jo një rast, por jam i bindur ti ke nga afër raste të personave që tentojnë të intimidojnë, të kërcënojnë, jo vetëm persona direkt, por edhe familjar të tyre. Gent Progni, në mos gabohem, ishte i fundit që akuzoi për një polic i cili i veshur civil tentoi ta kërcënonte në tehun e thikës teksa ishte ulur jashtë ambienteve të parlamentit. Është bërë frikshme apo kjo tregon që ata kanë frikë? Kjo tregon që ata kanë frikë. Pra, ne këtu po përballemi me një sistem. Dhe ky është një sistem i cili ka rënë shumë thella. Dhe shumë e vështirë që këtë sistem ta argëzosh me një spat. Është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Po të shikosh narrativën e tyre, ata në ditët e para të protestës na ignoruan. Pra ato 3 ditë e para, 4 ditë e para thanë mos e kjo një protestë normale si të gjitha çka ka ndodhur do shuhet shpejt. Po kur e pan qëndrueshmërinë ton, filluan të bënin sulme private. Pra vetë sistemi filloi të merresh me aktivistët që ishin aty dhe filloi të kërcënonte nëpërmjet rrjeteve sociale, mediave publike, të gjithë aktivistët që ishin aty. Pastaj nga kjo formë kaluan në një formë akoma më të ashpër, kaluan në dhunën policore, me arrestime, me rraje, me presione, me kërcënime të ndryshme. E pan që as kjo dhunë policore, pra dhunë shtetërore nuk u eci, atëre kaluan në dhunën e gangsterëve, kaluan në dhunën e thikës, kaluan në dhunën e rrugës. Ata ne e kemi shumë të qartë që kjo gjë sa të vi e me vështirë do të bëhet. Ky është një revolucion i cili nuk ndalon. Këtë ta kenë të qartë të gjithë. Njërë koha, Aleksandri i Madh i dogji anijet e tia për të thënë ushtarëve të vetë që nuk ka kthim mbrapa. Dhe ne kemi djegur anijet tona. E kemi marrë parasysh çdo gjë. Dhe do t'i vëmë deri në fund, nuk na interesojnë kërcënimet që ata bëjnë. Ne kemi popullin me vete. Ky popull është zgjuar. Nuk është më ai popull i fjetur. Këta të rinj janë zgjuar, kanë dalë në shesh, po luftojnë. Secili bën luftën e vet në mënyrën e tij. Jacqueline e bën me mediat, unë e bëj duke dalë aty, një tjetër e bën duke qenë aty prezent, një tjetër duke nxjerrë një meme të bukur, një tjetër duke dalë me ato pelikanët, një tjetër duke nxjerr disa me flamur. Pra gjithë secili përpiqet që në një farë mënyrë ta ndihmojë këtë protestë. Dhe kjo është thirrja ime sot që unë i drejtohem gjithë popullit shqiptar, asaj atyre njerëz që janë aty në shesh, mos na lini vetëm. Ne sot kemi nevojë më shumë se kur për ju. Dhe si mos na lën vetëm, duke ardhur në atë shesh. Të gjithë mjafton prezenca juaj. Çdo njeri që vjen aty është një grusht shumë i fuqishëm përkundrejt këtij sistemi. Sa më të shumë të jemi ne, aq më shumë grusha do ky sistem. Dhe aq më shpejt ky sistem dorëzohet. E qartë, dhe sot para këtij sistemi, protesta qëndron me 5 pikat e saj. Po. Do ishte e nevojshme. Unë mendoj gjithmonë që përsëritja është mama e dijes. Dhe ne duhet t'ia theksojmë çdo kujt çfarë kërkojmë konkretisht. Atëre ne në stadin aktual 5 pikat që ne kemi artikuluar janë dorëheqje, 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 dorëheqje dhe vetëm dorëheqje. Mendova se 2 të fundit ishin Burg Rama, Burg Berisha. Ali Madhi, ana njerëzore është ajo që e tejkalon atë zyrtaren, burokratiken. Shkon përtej, kërcënon deri diku sepse nuk duron dot më. E kemi parë në dhimbje të transmetuar nëpërmjet formës se si policia ka zgjedhur të përballet me qytetarët, qofshin këta të pakt, të shumt, harbut, banal, qofshin intelektual, qofshin gjithashtu persona të certifikuar. Por Shqipëria për çfarë ka më shumë nevojë sot?
parë në këndvështrimin e dikujt që malli është ai që prevalon çdo nevojë tjetër? Shqipëria sot, për mendimin tim, ka nevojë për heroj të rinj. Nëse për 80 vjet është kultivuar nënshtrimi, apatia, arroganca e atij që drejton, edhe respektimi dhe qeshja fazule e atij që është i nënshtruar dhe që duhet ta votoj, dhe ai raport ndërmjet të qeverisit edhe të qeverisurit i gabuar, i ndërsjell, i gabuar, atëherë ato që na duan janë heronjt, janë ata heronj rebel. Edhe unë heronjt e mi kam, me i kemi të gjithë heronjt tanë, ne kemi heronjt e rinj, nuk kemi nevojë sot për Skënderbeun. Skënderbeu na ka dhënë një mësim të madh që ka thënë bashkimi bën fuqinë, edhe na ka treguar atë historinë e shkarpave. Po të janë më shumë nuk thyen. Ne tani kemi për heronj, dhe heronjt e mi kush janë? Janë Brunella, me atë fjalimin e saj në momentin e parë, janë ajo nëna me fëmijë, nëna e re me fëmijë në krah që po bërtiset tek sheshi duke thënë unë marr 400 euro dhe 400 në rrogë dhe 400 euro më kushton qiraja e shtëpisë. Heroi im është Osmani, gazetari. Heroi im është agroni që valvit flamurin. Pra në fytyrën e këtyre njerëzve unë shoh shpresën. Edhe ne këta janë heronjtë tan, të cilët duhet të shtohen duke gacmuar ndjenjat, ato ndjenjat të fshehura nga pluri, siç e thash, i apatis i kultivuar në këto vite, dhe duhet të sjellim ashtu siç tha Iliri, duhet të sjellim në shesh. Me që armiqt, sepse unë të tillë i quaj, dhe ata janë armiqt në këtë betejë, tallen me numrat, duhet të dinë që numrat janë ata në shtëpi, numrat janë ata njerëzit e mi që marrin telefon, apo miqtë e mi dhe them pse nuk dilën në shesh, më kanë thënë kam dalë 4-5 herë, por them drejtën kam frikë se këta hakmeren. Ai që ka dyqanin, ai që ka një dyqan të vogël dhe ka frikë të dali, edhe pse në vot e dim që do votoj kundër këtyre, sepse e kuptuam të gjithë kush janë këta anti-shqiptar, sepse këtu nuk po flasim vetëm për një korrupsion që e gjejmë në gjitha vendet e botës. Këtu po flasim për anti-shqiptar. Këtu po flasim për persona që kanë bërë politikë kundër Shqipërisë, persona të shitur. Pra, nëse ai shitsi i kinkalerisë së vogël do gjej kurajën të dalin në shesh, edhe pse të nesërmen do shkoj financa, do shkojnë ata tatimet për t'i marrë hakun dhe për t'i vënë gjoba që detyrojnë ta mbyllin, ne atëherë e kemi fituar luftën shumë më përpara. Kjo luftë do fitohet edhe pa dalë ai i kinkalerisë, sepse do vinë të tjerë, do vi diaspora prap, do vinë avash njerëzit po fitojnë frikën, sepse frika ka qenë e madhe, e kultivuar, frika është në DNA-n e shqiptarëve, mbas atij regjimi shumë vjeçar, shumë dekadash, që ka qenë më i egri në Evropë për mos ta krahasuar me gjithë botën. Kështu që ajo që duhen për të kthyer pyetjes janë pjesëmarrja, solidariteti, edhe heronj sa më shumë. Duam heronj sa më shumë që të dalin, të marrin fjalën, të valvisin flamurin, të shfryjnë, të thonë atë që kanë për të thonë, edhe të motivojnë të gjithë ata që janë akoma, ajo pjesa gri që janë akoma në dyshim dhe që kanë frikë mbi të gjitha se thonë ky nuk mundet, ky është i fuqishëm, nuk e kthen dot atë. Këtë duhet të kuptojnë. Gjithë njerëzit duhet të kuptojnë që ky tashmë është i mundur. Ky po numëron ditët e agonisë. Ky po fsheh pasuritë, po përgatit ikjen e tij nëse ka nevojë, nëse ka mundësi të iki, po përgatit, po kërkon një parashyt me shpresën që të bjerë me parashytë dhe mos ashtu, mbase siç thuhet nëpër media të ndryshme dhe nëpër opinionistë të ndryshëm, mbase i shkreti, në thojza i shkreti, mbase edhe nuk ikën dot. Mbase nuk ikën dot se po iku ata që me të cilët ka lidhur kontratat, ato kontratat për të cilët ne po protestojmë, mbase do ta zhdukin. Është ky problem. Kështu që nes na intereson kjo pjesë. Ne na intereson që ai dhe gjithë ata servilat mediokur që e ndjekin nga mbrapa, që nuk kanë shtyllë kurrizore dhe që nuk kanë një dinjitet me të gjitha, sepse unë isha pjesëtar i kësaj qeverie apo isha pjesëtar i këtij parlamenti, përpara këtyre padrejtësive,
hashiqare, do kisha thënë, po mirë më, një herë jetojmë, një dinjitet kemi, çfarë do i tregoj fëmijëve të mi, çfarë shëllmi do jap unë fëmijët të mi të cilët më imitojnë. Atët ati që vete qesh atje që ngre kartonin pa ditur se çfarë po voton, duke justifikuar se është Amerika këtu dhe unë jam i legjitimuar të ngre, po jo më lal, unë do ta shoh. Qoftë Amerika, qoftë Izraeli, qoftë Irani, unë do ta shoh çfarë votoj sepse jam njeri i lirë, edhe dua që të di për çfarë votoj. Dua të di çfarë them. Kështu që kjo është, ne kemi nevojë për njerëz kurajos, rebel, që unë do t'i quaj të gjithë heroj. Të gjithë ata që kanë dalë aty në shesh për mua janë heroj. Edhe janë të gjitha shtresave. Ka njerëz që janë të shtresave të mesme, ka njerëz të varfër, por duhet të them një gjë dhe mbyll. Ata armiqtë tanë duhet të kuptojnë që kjo nuk është një revolt e të varfërve kundër të pasurve. Do ishte gabim i madh nëse do interpretojnë në këtë mënyrë të tillë. Kjo është një revolt e shqiptarëve kundër antishqiptarëve, e hajdutëve kundër të vjedhurve. Shumë interesante si këndvështrim. Në këtë kuadër, ndoshta pyetja e radhës do vlente për të tre, por Ilire nisim bashkë. Kam dëgjuar shpesh herë që personat që flasin atë podium kërkojnë mbajtjen larg të partive politike, të mbështetësve të tyre, ndonse ato parti, nëse do donin, do e kishin mbështetur protestën në 1 milion forma të ndryshme, pa u dashur të kenë flamurin partijak aty, sepse në fundit kauza besohej se ishte e njëjtë. E para, a është mirë përjashtimi, dhe e dyta, a duket sikur partit po justifikohen me këtë përjashtim për të mos marrë pjesë dhe për mos të bërë pjesë në këtë kaos që ndoshta i prish punë? Patjetër. Ne nuk është se nuk kemi lejuar personazhe të themi që se ne jemi shqiptarë me gjitha dhe gjithë shqiptarët pak a shumë janë politik. Shqiptari është politik. Pra biseda e ditës nëse ti ulesh në një kafe është pikërisht politika. Çështja është se këto parti, si të reja, si të vjetra, për mua janë gjitha të vjetra që nga dita që ka nisur kjo protestë e tutje, këto janë të gjitha parti të vjetra. Këto e kanë pasur mënyrën e tyre, e kanë pas sheshin e tyre, kanë pas parlamentin, kanë pas atë podiumin e tyre, ku mund t'i thonin këto gjëra. Këto e dinte gjithë Shqipëria që ne po vidheshim, që ne po shpopulloheshim, që mungonin ilaçet onkologjik. Po, por jo më larg se dje Sali Berisha tha që kërkesat e revolucionit Flamingo sot janë ato që Partia Demokratike ka kërkuar prej vitesh kësaj qeverie. Kurse unë kam thënë gjithmonë që në momentin që Sali Berisha do lëshonte sheshin, populli do derdhesh në shesh. Dhe kjo ndodhi. Populli doli aty pse? Se nuk mund në asnjë vend të botës kemi parti edhe kryetar partish që rin nga 36 vjet në krye të partisë. Nuk ka më të rinj ky vend. Çfarë do bëjmë? Mbajmë plejtë edhe të rinj t'i largojmë, t'i nxjerrim jashtë Shqipërisë. Kjo është ardhmja e Shqipërisë. Ne aty kemi lejuar të flasi kushdo i cili është deklaruar që nuk ka aktualisht parti, sepse gjithë shqiptarët normalisht diku kanë votuar, kështu që diku kanë pasur një parti, por aktualisht janë pa parti. Dhe kushdo që ka dashur ka ardhur, ka folur. Të gjithë ata që janë deklaruar pa parti, sepse kjo nuk është një protestë pa parti, kjo është një protestë për Shqipërinë. Ne këtu sot po luftojmë për një Shqipëri më të mirë, nuk po luftojmë për një parti më të mirë. Partitë e kaluan kohën e tyre, e kishin kohën e tyre, duhet ta kishin thënë fjalën e tyre, duhet ta kishin bërë betejën e tyre dhe luftën e tyre. Dhe nëse ata nuk e kanë bërë deri dje, do të thotë që populli ata nuk i ka përkrahur dhe nuk janë më pjesë e këtij populli. Dhe duhet i vënë gishtin kokës dhe të reformohen që të gjithë, të reformohen sepse ne deri dje e shanin e Enver Hoxhën, po ne kemi disa lider partia këtu që janë më të gjatë se Enver Hoxha vet. Kështu që kjo gjë duhet ndryshoj. Ai sheshesh i hapur, ai mikrofonesh i hapur për këdo, ju i keni parë, aty vjen populli thjesht, flasin për hallet e tyre, problematikat e tyre, se në fund të ditës kjo është Shqipëria. Janë problematikat e njerëzve dhe hallet e përditshmërisë së tyre. Nëse ne na thonë që do futemi në Evropë, unë them ne s'kemi ujë 24 orë. Nuk kemi ujë as 6 orë, jo 24 orë. Nëse na thonë që ne do futemi në Evropë, unë them ne s'kemi spitale. Po të vesh te urgjenca, unë partisha te urgjenca. Po të vesh te urgjenca, nuk e di sa, po bën 3-4 vjet që është bërë re, akull. Sa të hysh te dera e urgjencës, është hapur gropa më mes çimendës. Dhe jo që është hap gropa, po s'merr askush mundimin ta rregulloj. Pra ajo urgjencë është amortizuar komplet në 3-4 vite. Pse? Sepse ato lek që duhet të hidheshin aty, ato lek kanë vetë për korrupsionin.
Ato lek I ka marrë pushtetari I radhës. Dhe normalisht ai pronari firmës për të nxjerrë lekët e tia e ka bërë me cilësi më të dobët atë atij. Pra kjo po na mundon sot, korrupsioni, shpopullimi, këto partit që janë bërë bashkë pjesë e sistemit dhe vetëm vjedhin ndajnë para bashkë. Ne duam një të ardhme për fëmijët tanë, ne duam që fëmijët tanë të vënë të lirë në plazh. Të marrë atë çadrën, peshqirin të vejnë në plazh, ai bukë me djath atje në plazh. Le të jetë bukë me djath, po ama atje në plazh. Unë nuk e di, ti ke akses në palas, vete do të në palas të bësh plazh? Sipas ministrit të turizmit në një intervistë për Pranvera Boraka, ai u shpreh se kudo në cilin do prej plazheve të Shqipërisë mjafton të shkoni dhe të gjeni edhe plazhe publike. Po, Personalisht unë e kam parë që plazhi publik në Borsh për shembull. po, Ekziston vetëm aty ku derdhen ujërat e zeza. bravo, këtë do të Dhe thosha. nuk e shoh në zonat preferuara. Prandaj nuk di të them për palasën, nuk kam qenë në palas dhe në Dërmi për mua është bërë luks Luks. I skajshëm që Jo vetëm, un preferoj më mirë mos të shkoj se sa të shkoj dhe të ankohem pse është ashtu. Kjo është e nuk gjithë. është vetëm pjesa e aksesit në plazh, që atë plazhin publik ata e lënë në pjesën më të keqe të atij plazhi ku derdhen ujët e zerza, ku derdhet kanali ose ku diun ku ka plera, por është edhe ajo bariera ekonomike që ata të vënë. Se që të vesh në palas si sot unë jam qytetar shqiptar, duhet vetë të bëj plazh në palas. Unë s'kam vajtur kurrë atje të bëj plazh. As atje as Dërmi se nuk ma lejon vete, unë fëmijët I kam mbyllur me çelët së shtëpisë ose s'kam bërë një ditë plazh. Më kupton? Por unë që të vetem palas dje par duhet pagoj 30.000 lek parkimin atje. Po që të vete të pi një kafe duhet pagoj 2.000 lek, 3.000 lek një kafe. Po që të ulem të ha një sanduiç duhet pagoj 9.000 lek një sufllaqe, një sanduiç. Ku jemi këtu? Pra këto janë ato mbylljet që na bëjnë nga ana ekonomike neve. Turizm Këto janë ato militar. mbylljet, kufizimet që gjithë neve na bëhen. Kudo, në të gjithë jetën dhe shoqërinë shqiptare. E qartë. Jacqueline, pse duhet të vazhdojmë? Pse duhet vazhdojmë? Sepse rezistenca mendoj është fjala kyçe e momentit. Unë nuk besoj që duhet të krijojmë heronj ose duhet të bëjmë lojën që Edi Rama kërkon të bëj, pra të lojën e algoritmit dhe të luftës hibride që ai thotë. Pra, hedh një gurë dhe ne të gjithë ndjekim. Në këtë rast ankohen për sa I përket numrave dhe ne o burra të justifikojmë numrat. Jo, unë mendoj që ka ardhur momenti që protesta e ka një trend të saj, me uljet e ngritjet e saj, në bazë edhe të ngjarjeve që ndodhin dita ditës, në bazë edhe të nevojave apo punëve që protestuesit kanë, apo njerëzit apo qytetarët kanë. Kështu që nuk mund të them që protesta nuk I ka sjell të mirat apo rezultatet e saj, siç është patjetër një lloj tronditje e sistemit, një lloj tronditje e figurave dhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste, të cilët kishim 7-8 vite që nuk ja dinim as emrat, nuk ja dëgjonim zërat, ndërsa tani ndihen të detyruar, I shfaqen në të gjitha emisionet e mundshme, në çfarëdo lloj media tradicionale, jo vetëm jo duke marrë përgjegjësi pak por e sigurt, por duke sulmuar protestuesit, duke viktimizuar dhe duke u munduar të ushqejnë apo të justifikuar sjelljet e udhëheqësit të tyre apo dhe sjelljet e tyre apo dhe ngjarjet që kanë ndodhur në 2 muajt e fundit, ngjarjet politike, sepse një tjetër e mirë që ka sjell protesta dhe pse protesta duhet të vazhdojë, është fakti që ajo po prodhon politik dhe në 13-14 ose në dekadën e fundit, të paktën nga gjysma e dytë e mandatit të dytë, por sidomos në mandatin e tretë të Partisë Socialiste, mendoj që kryesisht është prodhuar pushtet dhe jo politik, dhe protesta ka filluar të prodhoj politik. Jo vetëm që ka filluar të prodhoj politik, por është bërë opozita e vërtet e vendit. Dhe prandaj mendoj që ka pasur gjithashtu një kthes nga Partia Demokratike, e cila deri tani ka qëndruar komode në rehatin e vendit të dytë, pra pas Partisë Socialiste, ndërkohë pa që dhe ky vend I dytë ju vë në rrezik nga një grup protestuesh, një grup qytetarësh, të cilët refuzuan që zonat e tyre të mbrojtura të zaptohen nga një grumbull
shembull biznesmenësh të afërt me establishmentin, të cilët kanë monopol jo vetëm në një sektor, por në shumë sektor të jetës dhe të ekonomisë shqiptare, dhe kështu që kjo është e gjitha. Këto dhe ato që ne cekëm janë arsyet pse ne duhet vazhdojmë dhe nuk duhet heqim dorë nga protesta dhe nuk duhet dëshpërohemi nëse rezultatet e protestës nuk janë të menjëhershme, sepse një regjim i mirë strukturuar, i mirë ushqyer dhe i pushtetshëm nuk mund të largohet nga një organizim paqësor qytetar për vetëm 2 muaj. Duhet gjithashtu të bëjmë një ndasi midis politikave të brendshme dhe politikave të jashtme të një shteti dhe gjithashtu arenës gjeopolitike ndërkombëtare dhe rolit që Shqipëria ka në këtë arenë gjeopolitike ndërkombëtare dhe mënyrës se si Shqipëria po përdoret dhe dëshirës që ne si qytetar kemi që Shqipërisë t'i kthehet një pjesë e sovranitetit të saj. Nuk dua të tregohem utopike dhe shumë idealiste duke thënë i gjithë sovraniteti i saj. Për mua është e rëndësishme që jo të ndërtohen me domosdoshmëri modele të reja apo heronj të ri, por që të shbëhet ai kulti i individit me të cilët kemi shumë vite që ne e ushqejmë politikën dhe qytetarinë në Shqipëri dhe të fokusohemi te forcimi i ligjit, te zbatimi i ligjit, te shteti së drejtës, te pluralizmi dhe te një model për të balancuar raportin midis marrjes së parave dhe shpërndarjes së parave dhe një fokus tek e mira publike dhe te përbashkëta publike. Për mua është shumë e rëndësishme gjithashtu që kauza Green të vazhdojë të jetë në qendër të kërkesave tona, jo vetëm sepse ajo është arsyeja sepse ne kemi syt dhe vëmendjen e gjithë botës në Shqipëri, por me të gjitha zhvillimet teknologjike që po ndodhin në botë dhe me të gjitha ndryshimet e furishme me të cilat po përballen shoqëritë, mendoj që gjëja më e shtrenjtë, më e vlefshme për çdo shtet, por sigurisht edhe për Shqipërinë tashmë është një lum, një pemë, një lagun, vegjetacioni, natyra. Kështu që nuk duhet të mendojmë që ndryshimi i një sistemi apo forcimi i ligjit janë më të rëndësishëm se të gjithë elementet e tjerë që përbëjnë protestën. Mendoj që denominatori i përbashkët i gjithë individëve që qëndrojnë ideologjikisht larg nga njëri tjetri është padyshim dëshira për një Shqipëri më funksionale, më pak të korruptuar, jo pjesë e krimit të organizuar dhe me më shumë të mira për ato vepra të mëdha publike që de facto dhe në mënyrë të menjëhershme përmirësojnë jetën e qytetarëve. Gentian, pas këtyre fjalëve të Jacqueline-s, nuk mendoj se ja vlen të drejtoj një pyetje për të thënë se çfarë të ka ngelur peng të thuash për këtë lëvizje shembullore në bulevard që u kthye në frymëzim për shumë shtete europiane, mori vëmendjen e zërave të përveçëm, të cilët erdhën dhe u bën edhe pjesë e foltores së kësaj proteste, por mbi të gjitha frymëzoi edhe shqiptarët e këtushëm, ata që ishin skeptik, teksa shikonin diasporën që nisej edhe me makina për të mbërritur e për të qenë në kohën e dur e për të protestuar. Është shumë na bën të ndjehemi krenar normalisht që gjithë bota na shifte dhe na shef akoma me admirim. Shumë shtete po na imitojnë, Italia me protestat në Sardenjë, në Ostuni, në Puglia për resorte të njëjtës natyrë që po ndërtohen, po që do ndërtoheshin sepse disa u bllokuan në kohë. Them drejtën, duke kapur dhe South Fama përpara, nuk kemi nevojë për heronj. Kur flas për heronj e kam fjalën për modelet, mase ne kemi alergji nga fjala hero. Kemi nevojë për modele të reja, sepse modeli vetëm ka qenë pikërisht ai i atij sultanit të vetëm, i perandorit të një shoqërie
që dinte të fliste për gjithçka. Ai fliste për shkencën, për energjinë, për kulturën, për gjithçka. Domethënë e monopolizoi të gjitha argumentet që mund t'ia linte fare mirë dhe një ministri apo një tekniku të asaj fushe, ai i tregonte të gjitha. Pra arriti me atë kultin, me një rinovim të kultit individit, do thosha, sepse ne sa dolëm nga kulti individit Enver Hoxhës, sa dolëm, na doli Sali Berisha, se dhe ai një propagandus i Zoti, një person Hoxha qëllë edhe ky tjetri dha goditën finale, ky tjetri dha duke pushtuar të gjitha mediat, arriti të jetë modeli dhe sultani jon. Pra ne kundër këtij modeli kemi nevojë për modele të tjera, modela që vinë nga rruga, modele që vinë nga njerëzit e thjeshtë, të cilët nuk kanë mundësinë, pasurinë, ambicien e sëmur që të kenë atë lloj pushteti, por kanë respekt për dinjitetin e vet, për inteligjencën e vet, dhe thonë priti minutë, erdhi momenti im, duhet të dalë edhe unë për t'i thonë s'më gënjen dot më. Më ke gënjur një herë, 2 herë, 3 herë, kemi atë shprehjen shqiptare që thotë po më gënjeve në parë fajin e ke ti, po më gënjeve të dytën fajin e ke unë. Pikërisht, ata që kanë dalë në protestë sot e ka kuptuar që që përdor kryeministri këtë shprehje, nuk do e përmendje më. Më ka shpëtuar. Po atëre ta bëjmë atë shprehje, ta kthejmë nga ana jon. Ashtu si ato shprehjet që shohim të kryeministrit në 2013-ën, kur propagandonte edhe thoshte që një pushtetar, një autokrat ka nevojë për njerëz të varfër që t'i gënjej me ujin, me drita, me rrugën aty, edhe më keni mua këtu dhe kaq. Ai ato bëri, që nuk kupton, ato shprehjet e kryeministit ne tani po i bëjnë bumerang dhe po përdorin kundër tij. E keqja është nga ana teknike që shumë over 50 vjeçar, 55, nuk e di a kanë akses te këto social për të parë këto memet e për të parë këto videot, sepse është shumë e rëndësishme që propaganda e mediave, e televizorit të armikut të kundërshtohet nga media lirë, TikToka dhe Instagrame dhe i social media, sepse kjo është lufta. Domethënë armët tona këto janë. Është ky podcast, janë mesazhe që secili jep nëpër ato akauntet e veta dhe kjo është forca që kemi ne. Kështu që forma e protestës në fund të fundit. Shqyr që është kjo. Vetëm sot sa më shumë, nesër sa më shumë, të gjithë qytetarët në bashkohen, siç e thash dhe në fillim, dhe mos na lëm vetëm. Sot kemi nevojë më shumë se kur për të gjithë ju. E qartë. Ilir, faleminderit, Jacqueline, faleminderit, Gent, faleminderit, gjithë secili që frymëzoni në format të juaja specifike, se në fundit protesta nuk bëhet vetëm në bulevard, por sot më shumë se sa kurrë ka nevojë për një bashkim të gjithë ne, të gjitha formave. Sa herë të mundemi, mund të kalojmë një herë aty. Dhe unë ju siguroj, për aq sa kam qenë, është një moment që kalohet bukur, sidomos kur je edhe me miqtë e tu. Nuk ka rëndësi se çfarë dëgjoni lart e poshtë. Shkoni dhe shikoni, përndryshe do mund të humbisni shansin të thoni që unë isha atje, unë isha pjesë e asaj lëvizjeje që pavarësisht arritjeve frymëzoi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe juve që na ndoqët në këtë episod të parë të Pik. Jemi në kulm. Vazhdojmë përpara deri në fund. Mirupafshim.